Mirë se erdhet në Open Podium. Sot kemi një përfaqësues të popullit shqiptar që na përfaqëson në parlament, Artan Luku. Mirë se erdhe Artan. Mirë se u gjella. Përshëndetje Artan, faleminderit për pjesëmarrjen dhe që zgjodhe të ndash me ne mendimet e tua rreth aktualitetit dhe rreth situatës konkrete, qoftë politikisht, qoftë edhe si qytetar. Dhe njerë përshëndetje Rëzarta, përshëndetje Endri. Ju falenderoj që më dhëtë mundësi të bashkëbisedojmë së bashku, qoftë për angazhimin tim politik, apo qoftë për aktualitetin politik shqiptar të këtyre ditëve të fundit, që besoj do të jetë një nga temat kryesore të bashkëbisedimit tonë. Besoj se gjithë publiku ka shumë interesuar, por para se të kalojmë në atë pjesë Artan, unë mendoj që publiku ka qejf të njohë, domethënë sepse je relativisht i ri në post, je zgjedhur këtë mandat apo jam gabim? Është hera parë ime që jam deputet i Parlamentit të Shqipërisë, por angazhimi im politik është i shumë viteve më parë. Angazhimi im ka qenë kryesisht në menaxhimin, administrimin e fushatave elektorale, që për vitin 2000 dhe themi deri në fund unë asnjëherë nuk i kam ndërprerë angazhimin tim në të gjitha fushatat elektorale që kanë pasur të bëjnë si me zgjedhjet parlamentare ashtu dhe me zgjedhjet lokale. Së fundmi, ne si Partia Agrare Ambientaliste me tërheqjen e zotit Agronduka nga Parlamenti Shqiptar, jo tërësisht nga politika, u gjykua si parti që përfaqësimin e kësaj partie në Parlamentin e Shqipërisë ta bëj unë duke marrë listën e mbyllur të qarkut Durrës. Kush është Artani për te titujve dhe posteve politike? Pak, shumë pak, domethënë sa për audiencën. Atëherë, unë kam bërë studimet e larta në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare, kam bërë disa kualifikime mbrapa që kanë pas në ato vitet e para ku ne mendonim që ja vlen të përkushtohesh profesionit, bëmë disa kualifikime që kanë bënë kryesisht në profesionin, por e gjithë karriera ime më dhënshme është shtrirë vetëm në sektorin privat dhe kryesisht administrimin e bizneseve të mesme, të vogla, të mëdha dhe deri në marrja pjesë në bord drejtues në holdingje. Kam qenë pjesë e njerëz nga ekonomitë më të mëdha të vendit, domethënë kam qenë pjesë e bordit drejtues të njerëz nga ekonomitë më të mëdha, nga organizata ekonomike më të mëdha të vendit, deri në fund të vitit 2023. Më tutje kam qenë kryetari i dhomës tregtisë dhe industrisë të qarkut Durrës. Me angazhimin tim në politikë, të gjitha marrëdhëniet e mëparshme me biznesin dhe me dhomën e tregtisë ndërpritën dhe tani më jam pothuajse full time i angazhuar në jetën parlamentare, në angazhimin politik që ka të bëjë për të jetës parlamentare. Normalisht ne jemi pjesë e një partie dhe angazhohemi çdo ditë me takime partijake, me takime me njerëzit, për të shërbyer një rezultati më të mirë në të ardhmen, forcës politike dhe aleancës që unë përfaqësoj. Ka ndikuar politika në jetën tënde apo është ai tani që ne kemi njohur? Atëherë, siç e thash, që e gjithë karriera ime më pashme ka qenë një karrierë totalisht i impenjuar në sektorin privat. Unë kam të përjashtuar vetëm një 5 vite që kam qenë i angazhuar në një organizatë ndërkombëtare që ka qenë një projekt për zonat malore dhe gjithë pjesa tjetër e karrierës time është totalisht e përfshirë në sektorin privat dhe gjithçka që ndodh në sektorin privat është komplet filozofi tjetër. Është një mënyrë të bërit punëve ndryshe, gjërat janë shumë më të thjeshta, më impenjative, por shumë më të thjeshta. Kur u bë seanca e parë që Edi Rama prezantoi vizionin qeveria 2030, ndodhi ajo çuditje që nxori diellën dhe patëm një prishje të seancës. Më duket se ka zgjatur diku 12 minuta, o 12 o 15 minuta seanca dhe u mbyll në mënyrë të habitshme. E kam thënë dhe herë tjera, kam shkuar top tani në katin e fundit, kam pirë një kafe vetëm duke i thënë vetes se çfarë duam këtu, ç'pun kam unë me këtë lloj ambienti, ç'm duhet mua me këtë lloj situate dhe të them të drejtën në fillimet e mia më duk sikur nuk isha në vendin e duhur. Por duke parë situatën politike, mendoj që gradualisht fillova të integrohem, fillova të kuptoj dhe më duket sikur unë mund të kontribuoj dhe mund të bëj diçka për vendin tim. Nuk është e lehtë, është një situatë mjaft e vështirë sepse kemi një parti socialiste e cila ka 86 mandate në dispozicion. Dhe tregohet e dhunshme pothuajse në çdo aspekt politik bërjes së saj dhe për gjërat më të thjeshta, për gjërat më banale të jetës parlamentare, ata nuk japin dakordsinë, por vendosin veten për mënyrë që ty mos të lejnë asnjë lloj alternative që ti të kesh propozimet e tua në të ardhmen. Kemi dhe një koalicion, të cilit unë përkas, i cili ka kaluar koalicioni së bashku me Partinë Demokratike,
i cili ka kaluar dhe vazhdon të kalojë nëpër një tranzicion, të themi që nuk e ka gjetur veten akoma në terrenin e këtyre në terrenin shqiptar të zhvillimeve të fundit politike. Kështu që nuk është sa është fort e lehtë të jesh pjesë e parlamentit shqiptar, nuk është fort e lehtë të jesh pjesë e politikës, dhe nganjëherë të duket vetë sikur ti nuk je i aftë të japësh atë që duhet për të ndryshuar diçka për vendin tënd, të shpalosësh ato idetë tua, të eksperiencë që ti ke për të bërë gjërat më mirë. Megjithatë nuk do të dorëzohemi, do vazhdojmë të impenjohemi gjithmonë më shumë, do të bëjmë gjërat në mënyrën tonë. Çdo njeri zgjedh mënyrën e vet për të bërë politikë, dikush ka një protagonizëm të një lloj forme tjetër, unë nuk di ta bëj këtë. Ajo që di të bëj unë është të flas për gjërat që kanë të bëjnë me eksperiencën time më parshme, për gjërat që të angazhohem për të shërbyer biznesit, për të shërbyer kryesisht komunitetit që merret me biznes, sepse vetë karriera ime, edhe ambientet në të cilat unë kam kërkuar votën kanë të bëjnë kryesisht me biznesin agropërpunues, me biznesin e mesëm dhe të vogël qytetar, dhe i gjithë impenjimi im do të jetë në dispozicion të këtij grupi shoqëror që unë përfaqësoj, që unë mendoj që përfaqësoj. Keni bërë ndonjëherë kompromis dhe të veproni kundër bindjes dhe moralit tuaj në politikë, gjithmonë politikë, edhe në kaq kohë të shkurtër që jeni? Kompromise politika ka, ne e dim atë, kompromise, por ka një linjë. Jo, ka një linjë që ti ta dallosh, domethënë që ti thua, kjo është bindja ime, si morale dhe politike, dhe unë nuk e ndryshoj. Apo duhet të jesh gjithmonë fleksibël, domethënë i manovrueshëm. Unë jam pjesë e një koalicioni që është së bashku me Partinë Demokratike, dhe shpesh herë vendimet janë vendime grupi, janë vendime politike dhe jo individuale. Por përjashtuar këtë, ka pasur raste që unë kam votuar në mënyrë të pavarur, nuk e kam braktisur parlamentin, siç mund të ketë bërë grupi im parlamentar, por në shumicën e kohës kam ndjekur linjën e forcës, linjën e aleancës së koalicionit që unë përfaqësoj. Në politikë ti nuk mund të jesh dot 100% vetvetja, është e pamundur që ti të jesh vetvetja kur bëhet fjalë për vendime që kanë të bëjnë me krijimin e ligjeve, për vendime politike kombëtare. Ti detyrimisht je pjesë e një force politike dhe do ndjekësh rrugën e asaj force politike të cilën ti përfaqëson. Kështu që është e pamundur që ti të jesh 100% vetvetja, natyrisht që ti do përfaqësosh interesat e partisë tënde dhe interesat e koalicionit politik që ti merr pjesë. Nëse do të jesh vetvetja 100% i lirë, të largohesh nga koalicioni dhe të luash lojën si deputet i vetëm, jashtë forcave, jashtë aleancave politike. Kështu që jam munduar në shumicën e kohës të jem vetvetja, duke mos pasur kultin e individit, jam munduar, e kam pasur të panegociueshme çdo gjë kur ka qenë fjala për të dhënë votën për çështje që kanë të bëjnë me moralin e familjes, apo me çështje që kanë të bëjnë me atë që shqiptarët sipas mendimit tim e kanë shenjë, domethënë familja. Në gjykimin tim ka pasur raste çështje që i kam gjykuar të drejta dhe ndryshe nga grupi parlamentar që unë jam pjesë. Falë, si quhet grupi parlamentar juaj? Unë jam pjesë e grupit parlamentar Aleanca për Ndryshim. Kurse nga ana politike jemi pjesë e koalicionit së bashku me Partinë Demokratike. Okej, ju thatë që ka 86 mandate Partia Socialiste dhe si rrjedhim të gjithë të tjerët janë pothuajse inekzistent për sa i përket fuqisë së kartonit, apo jo. Por sidoqoftë ka disa kompetenca që ligji i njeh ty si deputet apo si përfaqësues i popullit. Për shembull, kërkesë për interpelancë, për shembull, inicimi i një ligji të caktuar, apo inicimi i një qoftë edhe një lëvizje të caktuar, apo një referendumi ose një sondazh i caktuar për të bërë impakt publik, pavarësisht se mund të mos ketë fuqi ligjore. Çfarë keni bërë ju personalisht, po edhe si grup parlamentar? Se nuk mund të thush për shembull që është socialisti aty me 86 mandate dhe ne po flemë gjumë. Më falë për shprehjen, më kupton, ta them me kuptimin më pozitiv të mundshëm. Po. Atëherë unë kam qenë pjesë e firmëtarëve për 2
për dy, mos gabofsha, projekt ligje, propozim projekt ligje, jo të iniciuar nga unë, të iniciuar nga kolegë të tjerë, për të cilat janë hedhur poshtë nga Ita dhe Gjasmon Daçi, që unë sapo thash. Personalisht jam duke punuar për 1-2 propozime ligjore, të kryesisht kanë bënë me situatën politike të ditëve të fundit. Jemi bërë një grup kolegësh që të iniciuar nga unë, shpresojmë të arrijmë të bëjmë një draft për ta çuar në parlament. Por mos harro që edhe parlamentari imi është mjaft e re dhe deputetët e ri nuk e kanë të lehtë. Edhe sikur bllokoheni, le të ngelet rekordet aty që e bllokoi dikush, se nesër thon s'na ka ardhur. Kjo është ideja, nuk është se ju. Po për sa i përket distancimit që grupi parlamentar për 86 deputetësh minus 1 ka bërë në raport me demonstratën popullore ndërkombëtare tashmë të ngritur cep të vendit. Si e shikoni, cili është opinioni juaj për distancimin që ata kanë bërë dhe çfarë raporti keni ju me këtë? Pra, besoj se ju si deputet opozite nuk jeni distancuar, por na mbetet për ta konfirmuar ju këtë gjë. Atëherë unë kam marrë pjesë në protestë që ditën e dytë protestës dhe pothuajse nuk ka munguar asnjë ditë përveç pak ditëve që isha i angazhuar diku tjetër dhe e kisha pa mundur fizikisht me pjesë. Dhe gjithashtu sot mos i bëj bashkëbisedimin së bashku do të jem pjesë e protestës. Kam marrë pjesë si qytetar. E kam vlerësuar protestën si një nga mundësitë e mira që po i jepet vendit për të bërë një hap përpara, për të bërë diçka ndryshe nga politik bërja dhe nga gjitha zhvillimet e këtyre më shumë se 30 viteve demokraci. Kam dalë në protestë atëherë kur Aleanca jonë në Partinë Demokratike akoma nuk e kishte miratuar pjesëmarrjen në protestë. Pra në momentin ditën e dytë kur doktori ishte distancuar nga protesta, ta themi se ç'është tani. Na ke keq doktor, po nuk kam qenë pjesë e protestës dhe nuk është se intimidohem nga thirrjet që ka për sot e kësaj kohë, nuk intimidohem fare nga thirrjet që protesta ka për largimin e Zotit Berisha nga politika. Ai nuk është çështje ime, është çështje e Zotit Berisha me Partinë Demokratike. Kështu që si e shpjegoj unë distancimin e socialistave. Protesta i drejton Krishtin forcisht gjithë establishmentit të vjetër politik, jo vetëm socialistave në fakt. Diko, të themi atë që është distancimin e grupit parlamentar, sepse socialistët i kanë shesh. Ti themi gjërat siç janë. Po, për grupin parlamentar po flasim, po. Domethënë socialistët dhe administratën ose me përkëdheli sufllaqexhit i ke në shesh. I ke të distancuar. Socialistët janë në shesh, grupi parlamentar dhe sufllaqexhit i ke të distancuar. Kështu që, domethënë ideja pyetjes ose time është mirë që ata po distancohen, po si kanë guxim të marrin këtë përgjegjësi kaq të madhe, sepse në fundit kur ti dëgjon Rama jep dorëheqjen, nënkupton që nëse se jep dorëheqjen Rama mund ta heqë grupi parlamentar. Dhe përgjegjësia është dy fishtë, dy anshme për të dyja palët, pavarësisht se vektori shkon drejt Ramës. Mirë, Rama është i kapur në thonjza nga konjunktura apo interesat caktuara. Po gjithaj grup parlamentar si nuk dolën 20 veta që të japin drejtim. Nga 86 vetëm 20 do dalin me koshiencë të pastër dhe thonë të japim drejtim këtij muhabeti, sepse pjesa tjetër është opozita, që jam i bindur që edhe po mos duan prapë do jenë detyruar ta votojnë kundër. Për shembull mocionin e mosbesimit. Apo gabohen? Atëherë duhet pavarësisht se ju mund të keni koleg, po ka i far sensi logjik e gjitha kjo për te qenurit koleg. Edhe ne ti po flasim. Kjo që ju thoni, Endre, është diçka që ka të bëjë me nëse Partia Socialiste apo Parlamenti Shqiptar në përgjithësi, po më së shumti Partia Socialiste do të kishim demokraci të vërtetë. Brenda Partisë Socialiste demokracia dhe zëri i lirë pothuajse ka shumë vite që ka kaluar. Tani më aty flitet, veprohet dhe çdo gjë bëhet sipas udhëzimit që vjen nga Edi Rama dhe nga enturazhi i ngushtë i tij. Nuk kemi asnjë deputet që të ketë një mendim ndryshe, edhe Erion Braçi që bën sikur ka mendime ndryshe, më duket më tepër se një gjë. Çfarë bën sikur kot? S'është mendim ndryshe ai të flasi për koshat e vlerave. Kur vjen puna për të votuar, voton
pa Po jo diskutim. vetëm aq më po ngre kauza Madje voton pro edhe propozime të cilat ka dashur t'i rrëzojnë, të cilat teorikisht i ka rrëzuar me fjalimet e veta. Kështu që nuk kemi demokraci në Partinë Socialiste dhe pa diskutim që Partia Socialiste sot është e rreshtuar vetëm në bindje dhe në urdhrat që jepen nga Idi Rama. Okej, kjo është tashmë e qartë dhe si rrjedhim na lind dyshojmë që arsyeja pse nuk ka mendim të lirë është sepse ka interesa konjunkturale. Ideja është këtu që a mund dalin 20 veta dhe thonë ne jemi të pavarur. Deri tash Pse mos janë dalin? gjatë që ne bashkëbisedojmë me kolegë socialistë, rrim gjithkohës bashkë, një pjesë tyre jemi bashkëqytetarë dhe kemi marrëdhënie për te angazhim Po, politike se i kanë komunitet, i kanë ajo që flitet jashtë parlamentit apo jashtë bërit politik, nuk ka lidhje fare me atë që ato bëjnë në sallën e parlamentit. Unë shoh që nuk ka shans që të krijohet një grup, të krijohen përçarën Partinë Socialiste për momentin. Nuk e shoh fare si mundësi, ndërkohë që edhe pse veshmos ato të gjithë thonë që ka ardhur koha që të kemi një zgjidhje politike, ka ardhur koha të bëhen përktime politike, Po mirë, ato 5 kërkesa që janë 5 kërkesa të bazë protestës, në fakt aty duhet ndalojmë neve, është që neve duhet të shqyrtojmë shumë seriozisht në parlament për t'i miratuar. po do dalim edhe kjo kërkesa. Jo sepse, ngjo, ja një sekond lutem. Jo sepse duhen miratuar për t'i bërë qefin protestuesve, po duhen miratuar sepse në fakt është e drejta, ato 5 kërkesa që ato janë totalisht drejta dhe totalisht realizueshme. Së fundmi kemi marrë, thonë Shqipëria një vend, dofta nga të vetmet vendet në Europë që nuk ka të drejtë, nuk ka mundësi teknike për të zhvilluar referendume, tregon që demokracia është deleguar totalisht tek qeverisja dhe populli nuk ka asnjë mënyrë për ta detyruar politikën ose për të pasur kontroll mbi politikën në Shqipëri. Pikërisht pra, po një sekond tani, sepse nëse ju më thoni është demokracia deleguar në grupin parlamentar, për respektiv e djathtë e majtë të qendrës e tjerë, dhe grupi parlamentar ja ka deleguar qeverisjes, atëherë kjo demokracia deleguar vjen nga masa dhe nëse ti bie dakord me mua që kishe 200.000 veta në rrugë, kjo nuk kupton që ketë minimumi 800.000 deri 1 milion veta të pakënaqur, sepse një person që arrin dalin në rrugë nuk kupton që janë edhe 4 tjerë me propocion në shoqëri që janë të pakënaqur, po s'kan kohë, s'kan mundësi, do të çojnë kalamanin në shkollë, do janë punë, s'kan lek paguajnë autobusin. Pra, kur del një atje nuk kupton që janë 4 andaj mrapa që i bashkohen këtij një. Pra, me rregull, me deduksion logjik ti ke gati 1 milion veta që nuk po ta delegojnë ty më vullnetin e tyre për të mbështetur këtë qeveri. Edhe diaspora. Qoftë ty si përfaqësues, po qoftë parlamenti dhe çdo individi respektiv. Pra, si procedohet këtu, domethënë, kush sensi logjik? Ndoshta ju nuk ne po bëjmë edhe një pyetje retorike, mos e merrni personale, po ku është sensi logjik që ti flet në emër të demokracisë së deleguar dhe ndërkohë s'ke delegim? Se delegimi të shmart ka dalë demonstrata në dorë, ka ngel demonstrata në dorë. Dgjoj, për kohë në fakt nuk kemi as demokraci parlamentare. Kemi thjesht, domethënë, gjithçka është në kontroll të qeverisë. Edhe mënyra e bërjes së ligjeve, po ti shohësh ti kontrolli e ka humbur totalisht kontrollin mbi buxhetin apo mbi gjithë administrimin që i bëhet shtetit. Jo vetëm sot, po edhe në shkuarën, po ta ndjekës mënyrën se si bën ligji, ne shohim që bëhet një ligj, pastaj nxirren shumë në ligje VKM-ra dhe kështu me radhë. Dhe parlamenti shumë mirë sepse ka kompromentim në ngritjen e kartonit. Prap sido që tjetë, në momentin kur ti refuzon të ngresh kartonin, bllokohet gjithë skema. A janë 80 me 20, kështu që është diçka jo proporcionale edhe në ngritjen e kartonit mendoj. Besoj se opozita e ka. Ajo që ne po flasim dhe më duket se po themi të njëjtën gjë që kemi një mungesë totale demokracie brenda Partisë Socialiste. Do të thonë ky është thelbi dhe ky është ajo që i mungon në Shqipëri sot. Dhe kjo ka ardhur si të lloj dhe kodit zgjedhor që kemi, se kemi një kod zgjedhor në cilën karrierën tënde e ka në dorë kryetari i partisë. Kështu që problemi ka vite që ka filluar, domethënë ardhi në këtë situatë politike ku brenda Partisë Socialiste që ishte forca që duhet krijonte Kjo është evidente, është e dukshme, e ka marrë vesh i madh i vogël që janë vënë listat ashtu si janë vënë, edhe mandatin ta jep kryetari e tjerë, po ka një kod moral, ka dhe një kod etik, ka dhe një përfaqësim përgjegjësi qytetare, se s'po them ligjore, që ti vjen moment edhe thon distancohen tani. Kupton, te kjo do rrimë. Nuk do diskutojmë fare kodin, sepse dihet që është bërë pure,
ose sallat Cezar, edhe kodi, edhe shumë kode tjera, edhe ligjet e pronave e gjitha. Ne do t'i lejmë këto, sepse nuk ja dalim dot. Dakor, e gjetëm armikun. Unë po them, ka një element social dhe qytetar mbi të cilin nuk mund shkelësh. Dhe këtu, në momentin kur komshiu jot, ti mund t'jesh deputet socialist i nderuar, i respektuar, mund t'jesh një 30 mandate ose 8 mandate. Momentin kur ty komshiu jot, prindi jot, fëmia jot, kushëriri jot, thot, ore, ç'a po bëhet këtu? Tani kjo kalon për te të qenurit i emëruar nga kryetari, edhe për te të pasurit një sistem të kontrolluar apo të centralizuar. Dhe ke rrim pak e kodi moral dhe kodi social, domethënë se nuk ka sens që ti tani të verbohesh me dashje, sepse sado mund t'jesh i pa edukum si përfaqësues i popullit, ke i farë niveli intelektual, edhe i farë logjike, edhe i farë karakteri. Dhe i moment që thu boll, se ke 1 milion shpulla atje që të presin. Më kupton? Pra, nuk është egzagerim kur thuj 1 milion, sepse ta thash, kur dalin 200 atje, ke 4-5 mrapa për atë një person që përfaqësohet në shesh. Okay. Logjika që po e marrin, nuk po merrin fare me ty personalisht, pavarësisht se jeni deputet me mandatin tuaj, por ne po flasim edhe për te kësaj, sepse ka një sens mase çdo gjë. Nëse do kishte sens masa apo do kishte moral politik, nuk do kishin dalë shumë njerëz shesh. Po më moral është interes, as ke interes ti të përfaqësosh mendimin e gjithë personave që të rrethojnë, se s'ka mundësi, domethënë, gjithë njerëzit që të rrethojnë ty në fis, në shoqëri, në jetë profesionale, thonë, është boll lum, s'ka ku shko më keq, ka nepotizëm, ka klientelizëm, ka bandat, po na marrin pronat, s'ka shtet, s'ka drejtësi sociale. Gjithë thonë dhe ti thu, jo, e di piktori atë punë. Nuk ka sens kjo, më kupton, i bie që është i kapur gjithë parlamenti peng. Atëherë, nëse është kjo, i bie që protesta është e vonuar, edhe duhet ishte akoma më agresive me kuptimin e mirë të fjalës. Mendoj që shqiptarët tani kanë aftësinë në shekull, sidomos udhëheqësit e fundit, të krijojnë një bunker për veten, ku pasurohen, ku bëjnë kompromise, po jo punojnë për Shqipërinë. Pse ndodh kjo? Ka lidhje me pasurimin. Jo për pasurinë, po qoftë edhe mbrojtjen e vetes, pushtetit. Nuk ka një koherencë, për shembull, Kier këtu na dha dorëheqjen sot. 2 vjet sa ka në pushtet, asnjë s'u ngrit në protestë, dha dorëheqjen, sepse nuk arriti atë që duhet arrinte për kaq kohë. Ndërkohë, tash ta le moralin, po flasim për jo, po e pyes tanin, është problem i vetë shqiptarëve, se ne kemi pasur gjithmonë një klasë shumë të vështirë politike. Jo në mbështetje të njerëzve. Ndërkohë që unë mund të konfirmoj që tani që është këtu është personi më i pastër që mund të jetë në parlament. Ja mund të është diskutimi. Nuk e kam për atë, po edhe fakti që thua unë kam dalë në protestat. Shqiptarët duhet ta kishin analizuar Edi Ramën me kohë. Duhet ta kishin analizuar që kur Edi Rama përdorte filozofinë e mund kanë votuar kaq milion shqiptarë. Në një demokraci moderne, siç ne po flasim, siç ju po flisni, që besoj që kjo është, respektohet vullneti i pakicës, sepse shumica xhaj ka vullnetin prej votave që ka marrë. Që në momentin që kryeministri i Shqipërisë thotë që mund kanë votuar kaq milion njerëz dhe unë kam përgjegjësi të madhe dhe nuk dua t'ia di se ç'a jeni ju të tjerët, këtu nuk flasim më për demokraci perëndimore, por flasim për një demokraci të një modeli autokracie siç Edi Rama po e ushtron dhunshëm gjatë gjithë pushtetit të tij. Unë mendoj që ato njerëz që kanë dalë aty në protestë nuk kanë dalë vetëm kundër Edi Ramës, kanë dalë kundër gjithë establishmentit politik të 30 ca viteve politik, janë të pakënaqur në total, edhe ai njeriu që u tërhoi zvarr aty në Zvërnec, fakti ajo bë pika ku mbështet Lever Arkimedit për të nxjerrë njerëzit në protestë. Që Edi Rama refuzon të dëgjojë zërat e lirë, siç ju thoni, ka refuzuar gjithkohës. Që Edi Rama bën siç don vetë dhe ka për borxh për pazaret e veta dhe për interesat e ngushta të veta të shethi çdo copës të Shqipërisë, e ka bërë gjithkohës, tani po e bën dhunshëm dhe tani ka has është e para herë që has në rezistencë popullore, më parë nuk ka ndodhur. Kështu që ky zullum që
është i shtrirë, domethënë pothuajse në të gjitha nivelet e shoqërisë shqiptare, domethënë kemi zullum po e shohim po del çdo ditë në Shqipëri po ndon nga një ngjarje e shëmtuar. Sot në aeroportin e Vlorës kishte një debat të jashtëzakonshëm, i cili në vetvete përbën një çështje të madhe korruptive. Domethënë tani çdo gjë ka marrë rrugët dhe në fakt unë kam thënë që kur ky fitoi 83 mandate bashkë me këtë partisë të ndoshit 86, kam thënë që ky do jetë momenti më i vështirë politik i Edi Ramës. Të kontrollosh pushtetin kur ti e ke maksimalisht atë është gjëja më e vështirë dhe ndodhi në fakt kështu, që po e ka të vështirë, nuk po kontrollon dot më pushtetin, euforia ka mbytur, nuk e shef se çfarë po ndodh, ose po thotë që unë do t'i vjel t'i vendi çdo gjë deri në pikën e fundit, sepse ky popull funit të dalin protestë nuk ka se çfarë të bëjë më shumë se kaq. Që s'ka moral. Edi Rama, kjo punë nuk diskutohet. Por që s'ka moral edhe ata që ngrenë dorën dhe bëjnë çfarë do lloj gjëje që ai thotë ai e kanë vështirë ta them dhe pse disa prej tyre ka miq që ato tani më kanë moral. Se nëse ti do kishe moral, ti nuk mund ta votosh dot, nuk mund të jesh dot kundra disa çështjeve që janë vendimtare për të ardhmen e fëmijëve tuaj. Unë rreth Për shembull ligji i tokave, shitja e ligjit të tokave kryesore ndaj tuaj. Unë kam dalë Ndërkohë që protesta zjente, të nxjerrin projekt ligjin. Unë nuk e marr vesh domethënë, të punoj me agjent, se s'ka kuptim. S'ka mundësi tjetër, s'ka shpjegim. Endro ka dalë nga kontrolli vëlla, nuk është çdo gjë është kontrolli domethënë. Ka dalë euforia i ka errësuar sytë dhe nuk shohim fare se çfarë bëhet. Ti po ta shohësh çdo ditë kanë filluar një sulm kundra pjesëmarrësve në protestë. Unë bëra një digjitur të vogël sot me ChatGPT e bëra në fakt që kanë gjenë një gjë kush ka bërë një ndërtim pa leje, gjenë një fotografi të dikujt protest, ky ka parkuar makinën keq, ky ka bërë këtë, duke dashur të denigrojnë atë protestë. Në fakt kjo është protesta më e bukur që unë kam marrë pjesë që kalamane për protesta dhe është më e bukur që kam parë ndonjëherë. Është para herë. Do të fitojmë me fletë rufera. Shoh të ri të shkolluar që marrin pjesë pa pas një bindje të fortë politike në fakt dhe do doja që më vonë të flisim edhe për një nga se çfarë do ndodhi në protestë. Dua që unë të mendimin tim desha me dal. Po jo, është e bukur kjo puna protestës, sepse edhe motra ime ka dalë protestë edhe me fëmijët e vet. Kështu që është dhe fëmijë, prezenca e fëmijëve tani. Ti na e përcjell emocione, domethënë. Vajzat e mia janë të rritura dhe kanë dalë protestë dhe ne kemi dalë disa herë së bashku, disa kemi dalë me disa miq fakt që unë si kam pyetur se çfarë bindesh politike kam, nuk e di fare se çfarë bindesh politike kam. Është një reagim i vërtet qytetar. Dhe unë them që këtë punën e moralit të deputetëve të Partisë Socialiste të Edi Ramës nuk është se ka shumë vend për ta diskutuar më, dhe në fakt nuk duhet kishte as para këtyre zgjedhjeve. Nuk duhet që populli shqiptar të kishte votuar Edi Ramën, por unë kam një parim që mendoj që nuk ka popull fajtor, nuk ekziston rreth, nuk jam dakord që ka popull fajtor. Populli thjesht vlerësojnë alternativat politike dhe në atë moment nuk është bëhen ndoshta disa prej tyre bëhen peshman 24 orë pas ta kanë dhënë votën. Kështu që në Shqipëri ndodhi kjo që shqiptarët ndofta një pjesë e tyre votuan Edi Ramën, një pjesë e tyre u blen, një pjesë e tyre u përdor sistemi i patronazhit bashkë me këto sufragjexhit që Endri tha për të korruptuar pothuajse gjithë sistemin. Gjithë dim nga raportet e OSBE ditë kemi parë që edhe përdorimi i forcës dhe i grupeve kriminale në fushata ka dhënë efektin e vet. Dhe ky burri mori këtë pushtetin e zakonshëm, që më sa duket do të ta administrojë. Por në fakt nuk është vetëm ky, nuk ka historinë e njerëzimit asnjëri që ka mundur ta administrojë për një periudhë gjatë kur ka pasur pushtet maksimal. Gjithë i ka ndodhur që pushteti maksimal është ai që i ka rrëzuar ato nga pushteti. Kështu që është pak ndalemi në shtëpi dhe të flasim, ndryshe s'do ishin në protestë. Në rregull, nuk po diskutojmë këtë. Por paknesitë janë kundra establishmentit, janë kundra Edi Ramës, janë kundra kryetarëve të Bashkisë Partisë Socialiste, drejtohen edhe ndaj nesh, janë dhe kundra opozitës. Po pra, po ça tash që të dalim pak aty. Tani kundra establishmentit dhe Shqipëria e re, çfarë nuk kupton? Nuk kupton që ky sistem, se establishmenti është sistemi. Njerëzit ndrohen, ikin vinë, një vdes, një lind, një ngrihet, një ulet. Pra është sistemi dhe forma paketat e ligjeve dhe sistemi vetvete, i cili kokën e ka në kushtetutë, apo jo? Në vend që demokracia shqiptare të vinte duke rregulluar sistemin e saj, do të thonë sepse të gjitha demokracitë e brishta vinë duke rregulluar, duke e përmirësuar derisa arrin ato nivelet maksimale. Ne kemi ardhur duke e përkeqësuar. Një vend që kishte referendume tani nuk bën dot referendume. Po si u përkeqësuar duke ndryshuar kushtetutën? Zonat e mbrojtura në mentalitetin globalist, domethënë apo perëndimor, zonat e mbrojtura vinë duke ushtuar, ne vim duke i paksuar zonat e mbrojtura. Njerëzit pas humbjeve japin dorëheqje tek neve, forcojnë njerëzit mos humbin betejat. Domethënë, kjo është ajo që ka krijuar këtë pakënaqësinë e madhe popullore dhe kjo është ajo që fund fare njerëzit e kanë kuptuar që
demokracia është bërë nuk është më funksionale në Shqipëri. Çfarë mendimi keni ju për zgjedhjet parakoshme? Unë mendoj që dua ta filloj tek protesta në fakt. Analizën time që për të shkuar deri tek zgjedhjet. Unë mendoj që kjo protesta çka ka ndodhur në Shqipëri, do më lini pak minuta, shumë pak minuta të sqaroj sipas mendimit tim. Ka bërë protesta të dhunshme Partia Socialiste. Ka bërë protesta të dhunshme Partia Demokratike. Në demokraci, teorikisht, partitë politike nuk mund të bëjnë protesta të dhunshme, se nuk mund të bëjnë dot protesta të dhunshme një forcë politike e cila pretendon të vinë në pushtet dhe të qeverisi tjetë alternativë qeverisëse. Por kjo ka ndodhur sepse shoqërisë shqiptare i ka munguar shoqëria civile. Shoqëria civile ka drejt ta djegë, ka drejt të vë flakën vendit, domethënë, dhe të trembi politikën. Po kush e financon atë shoqëri civile që është? Shoqëria civile nuk ka nevojë për financim, ngrehet edhe vetë. Nuk është, unë po them siç duhet të jetë, i lënë këtë teoritë e financimeve. Shoqëria civile do të ngrihet vetë. Unë mendoj që një nga gabimet që do ishte protestat të kthehen në forcë politike. Natyrisht që do dalin forca politike nga protesta. Por Shqipëria zëtarët në së vendit do t'i shërbejë më shumë një shoqëri që reagon ndaj padrejtësive dhe trem politike dhe merr kontrollin e vet mbi politikën, sesa një forcë, sesa nëse kjo do të kthehej në forcë politike, pastaj do ta humbiste vlerën. Nëse kjo protestë do arrijë të realizohet në 5 qëllimet e saj kryesore që ka të bëjnë me ndryshëhedhjen poshtë të ligjit për zonat e mbrojtura. Ndryshimin e kodit zgjedhor, të kemi një kod zgjedhor të drejtë që t'i japi mundësi të krijimit të forcave të reja politike. Dhe kërkesave të heqjes së dorëheqjes së Edi Ramës, krijimin e kushteve për të pasur zgjedhje të lira dhe të drejta. Nëse kjo protestë arrin të realizojë këto pika, referendumet, jeni dakord? Si? Me referendumet. Unë jam, e thash që kryetare, s'pam pyetur ti që për referendumet jam dakord. Jo, që se përmendet tani që ti përmbledhim gjithë pikat. Unë jam dakord për referendum sipas modelit zviceran, se po të lexosh modeli zviceran është modeli që populli ka kontrollin total mbi parlamentin. Bravo. Që kryeministri dhe presidenti të kenë maksimumi 2 mandate ose 8 vjet. Jam totalisht dakord. Je dakord me këtë? Jam totalisht dakord. Këtë kufizim. Jo më shumë që presidenti të zgjidhet nga populli dhe të ketë autoritet të zgjeruar, kompetenca zgjeruar që ta bllokojë një ligj, edhe ta bllokojë një nisëm qeverisë. Je dakord me këtë? Që të vendoset minimumi jetik, të i marrë njerëzit me karrem në fyt, ja japin si lëmosh një çap buk dhe pastaj i rrjepin nga votat edhe nga influencat. Jeni dakord? Unë edhe për minimumin etik të gjitha këto çështje që vinë, nëse demokracia shqiptare do të kishte qenë funksionale, po ti themi, shteti i dashur ende do funksiononte, minimumi etik në Shqipëri do ishte mirë. Ti besoj që pa shqipët sa lekë vjedhur. Ato janë lekët që mungojnë për 1% më të mirë në Shqipëri. Jo, shiko, në momentin kur vendos minimumin etik dhe nuk je përballon dot, nuk i përgjigjesh dot popullatës se ke vjedh si derri, i bie që o do të dalin njerëzit shesh prap, ose do japësh dorë, pra do kesh një farë presioni. Por si nuk prandaj themun që prandaj të vendoset aty, të bëhet fakt, jo të rri kështu. Të gjitha këto që ti thua janë çështje që kanë të bëjnë me atë që populli shqiptar shumë e caruar, që askush nuk e pyet popullin. Nuk është votimi, nuk është ajo teoria që Edi Rama bashkë me vetë thotë që ka marrë votat. Nuk është dita e votimit ajo që e vendos të ardhmen e popullit. Ka funksionalitete demokratike që ka dhënë goxha rezultat në gjitha vendet perëndimore. Zvicra për shembull thash është vendi që ka modelin dhe Gjermania, me Italinë gjithashtu e kanë shumë mirë. Ka referendum për iniciativë popullore. Ka referendum për të drejtën e vetos popullore. Po ty të lexosh ka referendume të drejtën e vetos popullore. Ka referendum të detyrueshëm për çështje kushtetuese dhe suvereniteti. Nuk mund të vendosi për çështjen e kufirit me Greqinë, tani do vendosi për çështje territoriale. Duket normale ty që për çështjen e kufirit me Greqinë vendosi Edi Rama apo Sali Berisha më ishte në kohën e vet? Atë duket normale ty që për të prekur një zonë të mbrojtur, domethënë të vendosi Edi Rama? Për mua s'është normale, do të ketë shumë çështje të rëndësishme që duhet kalojnë me referendum popullor. Ashtu siç duhet kalojë presidenti, ashtu siç duhet kalojnë edhe ndryshimet e tjera kushtetuese të forta. Po kjo kalon diktaturë, jo normale, po është diktaturë sepse vendos një person edhe mundësisht vendos ndërmjet podcastit jep lajmin ose në Facebook.
Kjo është zhvillimet absurde. demokratike në Shqipëri kanë ecur mbrapsht. Zhvillimet demokratike në Shqipëri kanë ecur mbrapsht. Kanë gjetur një situatë politike kur Lul Basha tërhoqi deputetët nga parlamenti dhe kanë bërë ligje si deshën vetë. Kanë bërë ligjin në interesa të ngushta ekonomike, në interesa të ngushta politike, ku e diun se ku e vajnë xhaketën këto. Po ajo do me thënë, ideja që gjithë shqiptarëve ju ka kriju që gjithë këto bashkëpunojnë me njëri tjetrin, sepse shohim edhe me mass median. Unë mendova që Fevziu, për shembull, mund të jetë goxha asnjënjës dhe i drejtë në transmetimin e tij profesional. Nuk më duket tani kështu, sepse as nuk e pasqyruan mass media qoftë edhe disa ditë. Ndoshta jam gabim, ju jeni atje. Është diçka e vërtet kjo e perceptimi i këtyre njerëzve që thonë këto bashkëpunojnë gjithë bashkë me njëri tjetrin? Unë mendoj që ky është më tepër një perceptim popullor, por këtu duhet të ketë shumë kujdes opozita me reagimet e saj, sepse nëse opozita nuk e zhvillon jetën e saj politike në koherencë me kërkesat popullore, atëherë normalisht që gjithë njerëzve i lindet drejt të thonë që këto bashkëpunojnë bashkë. Tani kemi një situatë për shembull kur opozita do të marrë një qendrim. Është pro Zvërnecit apo është kundra? Unë personalisht jam kundra projektit Zvërnecit, jam kundra të gjitha projekteve që duket si madhore në fakt dhe duket sikur sjellin zhvillim ekonomik, por unë nuk di në një vend që të jetë zhvilluar ekonomikisht ku ka pasur projekte të tilla të mëdha. Po çfarë zhvillim ekonomik, ai do krijoj, do i marri çunat e ri, do i bëj shërbëtor aty kamariera. Çfarë zhvillim ekonomik? Edhe të pastrojnë tualetet e këtyre. Kur ti resurset i ketë të koncentruara në një dorë. Pikërisht. Nuk më duket që kanë zhvillim ekonomik. Ka Kroacia 1600 nishuj dhe nuk ka dhënë asnjë për projekte të tilla të gjashme siç do t'i japi Edi Rama. I ka të banuar, 800 i ka totalisht pa banuar dhe i ka goxha të bukur. Janë ndoshta edhe më të bukur se sa i qulli Sazani në fakt. Po ku është përfitimi nëse ato do vi miliarderët? Populli shqiptar nuk ka akses për zonën Një nga pikat e dyshimta që projekti në fjalë ka është dhe burimi financiar, është shumë i paqartë dhe burimi financiar. Pra, burimet financiare dhe pronarët, çfarë mendimi keni ju për aludimet të cilat qarkullojnë se është lobi apo influenca çifute që kanë futur duar dhe tentakulat në pronat e papunshme të Shqipërisë? Nuk jam njëri që i besoj shumë ose jam i apasionuar pas teorive konspirative. Jo, janë aludime që qarkullojnë, nuk thash janë teori konspirative, në fakt faktet nuk flasin, faktet nuk çojnë aty. Që lobi çifut po fiton influencë në Shqipëri, është më tepër më duket si një lojë. Në fakt këtë lloj narrative më duket nganjëherë më duket sikur po e ngren Edi Rama për t'i dhënë një ngjyrë të keqe protestës se sa vetë protesta ka të bëjë me këtë lloj aludime. Pra nuk ka shenja të dukshme në jetë në komunitet të rreth. Madje një nga aludimet që më të besueshme për mua nuk është ky lobi çifut, pa aludimi më i besueshëm për mua është ai që nuk kemi askush në askënd mbrapa, por thjesht janë lekët e veta. Thjesht ata janë thjesht prestanome, si thuhet në gjuhën italiane, për të përdorur në këtë rast për një lloj marketingu global, sikur na erdhi kushti në Shqipëri apo si Alabari në portin e Durrësit. Alabari ka ardhur vetëm një herë në Shqipëri në portin e Durrësit, asnjëherë tjetër. Pra ju mendoni nga aludimet që thuan, në mendimin tim më i besueshëm është aludimi që këto i kanë lekët e veta dhe në fakt unë dyshoj që i kanë lekët e veta, se sa kjo historia ose kjo narrativa pra që ta përmbledh, ju mendoni i vodhi lekët si ai duhet me çizme duke shtruar 20 milion euro 1 metër rrugë, po themi në vijat përgjithshme, i kaloi në për skema offshore, në për ishuj ku nuk deklarohet pronari dhe nuk ka transparencë sepse ka bllokime ligjore, dhe erdhi në Shqipëri si investitor i huaj me emër të dikujt tjetër apo me një skem anonim për të investuar po prap ato lekë të cilët ja krefi shqiptarëve me ligj. A është kjo apo e zgjata shumë? Ata në formën tënde po. Në formën time, në formën time. Unë po e them pak me zhargon për t'u përqasë sa më shumë narrativës popullore. Në formën time është që këto kanë krijuar situatë legjislative për të sistemuar tani më pasuritë e veta nëpërmjet këtyre skemave gjoja investitorëve strategjik. Ai ka marrë masat me kohë. Ai ka marrë masat me kohë, falin drejt. Po mirë, po si shpjegohet? Një sekond, më fal, si shpjegohet që kaq pa aft janë që prap nuk din ti investojnë lekët diku tjetër ku është tregu më stabil, por prap vinë në Shqipëri ku ka risk. Edhe nuk i dihet se si do shkojë stabiliteti.
është një nga parimet kryesore të legut pisët, Endri, që do ta dish te që legu i pisët ka vlerë vetëm në vendin tënd. Nuk ka vlerë askund tjetër. Dakor, po supozohet që këta e pastrun. E bën lavatrice, e kthejmë Po lavatrice e riinvestojnë në vendin e vet, por nuk është real, nuk sjell zhvillim. Dakor, po kisha mendimin që tashmë leku ishte pastru në gjithë Bregdetin dhe gjithë Bregdeti nga një oaz paqe është kthy në një lavatrice Ti të mendon që madhe. kanë aq pak lekë, kanë më shumë lekë se aq, Endri. Janë shumë më të pasur se sa ti mendon. Dakor. Besoj i ke parë se për çfarë aferash korruptive bëhet fjalë. Patjetër. Po jam ndjeni, po sido qoftë domethënë. Presoj mos kanë arrit nivelin e Trumpit. Kjo historia e lopëve të Çifuta besoj më shumë alternativën që janë lekët e Edi Ramës me shok se sa lekët e ebrejve, që s'do kishte as të keqen faktikisht në lekët e ebrejve, por janë zvërnec. Do të kemi projekte strategjike, pse nuk kemi asnjë projekt strategjik në industri? Pse nuk kemi asnjë projekt strategjik në agroindustri? Por në turizëm, në ndërtim, japim investitor strategjik në ndërtim, investitor që përfitojnë nga taksat tona, e din besoj që patjetër edhe nga taksat edhe nga infrastruktura. Paguajnë taksën e ndërtimit. Kush? Nuk e dija, unë për shembull edhe Po investitorët strategjik janë të përjashtuar nga taksa e ndërtimit. Po, për 10 vjet. Për 10 vjet. Porti i Durrësit po mbushet, nuk e di se sa milionerë ka, 30 milionerë më duket ka shkuar deri tani mbushja e portit i Durrësit dhe mbushet me buxhetin e qeverisë shqiptare. Domethënë, ne këtu marrim vesh kontrata me shumë vënet. Domethënë, çfarë investitori strategjik është ai që vjen për mu të them drejtën, real estate nuk është fare investitor strategjik. Investitor strategjik do të ishte në industri, në agroindustri, në industrinë e mesme, në industrinë e rëndë e kështu me radhë. Kur je investitor strategjik, ke një sër facilitetesh edhe infrastrukturën që duhet ta krijoj shteti, nën kupton taksat publike, e disa facilitete tjera në lidhje me pronësinë, me dhënien e dhurimin e tokës e tjerë. Tani, si ka mundësi atëherë, si shpjegohet që se ju jeni deputet, sido që tjetë. Pra kur ju thoni që ne i marrim vesh këto nga mediat, çfarë duhet thënë tjerë, domethënë i bie që ka rënë shteti. Ta themi, ka rënë shteti, se tani kur ty ta jep kompetencën ligji që ai ministri ose drejtori të kthej përgjigjen lidhje me transparencën e një X gjëje. Dhe prapë ndodh, çfarë do themi në tjerët? Po në fakt të gjitha problemet që protesta po ngren nuk është se janë ngritur nga opozita. Të gjitha këto probleme përveç kodit zgjedhor që është një gjë në diskutim sipër, domethënë nuk është se janë ngritur nga opozita. Thjesht ky nuk dëgjon. Edi Rama e urren parlamentarizmin. Po le ta urrej, pse se le punën, se me që e urren, gjej punë tjetër më të mirë. Me që e urren. Po jo me le punën, as pëlqej puna. Gjej punë tjetër. Protesta të rezistoj, mos lodhet kurrë. Derisa Edi Rama të dëgjojë. Çfarë mendimi keni ju për revolt, për shembull për masa të tjera më drastike, si për shembull grevë kombëtare apo distancim kombëtar në lidhje me bojkotin e shërbimeve të caktuara, bojkotin e pagimit taksave, bojkotin e si është mendimi ju në lidhje me këtë? Deri në çfarë pike mendoni ju që është e arsyeshme të shkojë masa ekstreme që ustait marri vesh? Ose nëse s'merr vesh piktori, do të marrin vesh ato 20 burra që mbajnë që janë PS-ista. Unë nuk them dot se kush është strategjia që do të përdori. Jo, çfarë opinioni keni? Unë uroj shumë që mos ketë nevojë për asgjë nga këto. Po nuk ka, shiko, ajo është e sigurt që dorëheqja nuk jepet me këto protesta. Partia Socialiste ajo çka ka mbledhur nga vlerat e Partisë Socialiste ti therrasin mendjes dhe ose ta detyrojë Edi Ramën të ulet në tavolinë ose ndryshe. Po nuk na duhet Edi Rama në tavolinë. Çfarë vlerë ka vetë nga Garriga? Në fakt, po çfarë vlerë ka Edi Rama në tavolinë? Nuk do doje që të shkonim në asnjëra nga alternativat që ju sapo cituat. Por nuk kontrollohet. Turma kur është kaq e madhe, vjen një pikë që bëhet e pakontrollueshme. Jo, nuk po flasim për dhunë tani. Endri po thot nëse institucionet nuk funksionojnë.
spitalet nuk s'po thot atë funksionojnë, Endri, transporti nuk funksionon. Endri po thot, Endri po hedh kush mund Po të hedh diçka tjetër, po unë po e them në kuptova këtë. unë Endri gabim, apo mu duk sikur tha që çfarë duhet bëjnë protestuesit, se një nga variantet e protestës është braktisja e gjithë shërbimeve publike. Po protestuesit nuk kupton populli, po pra, pikërisht. Do të thënë gjë e cila është propozuar dhe në të shkuarën, por nuk është se ka dhënë rezultat. Në fakt më rezultat sensibilizues, po protesta paqësore e kësaj rase sa propozimet ekstreme që kanë pasur protestat në të shkuarën. Por se me protestë paqësore mund ta thash çfarë, partitë politike nuk kanë të drejtë në opinionin tim të bëjnë protesta dhunshme ose me masa ekstreme siç ju sapo cituat, kur shoqëria civile e ka gjithë të drejtën të reagojë si të dojë kashi qeverisë nëse është e pakënaqur. Asnjëri nuk do ta dëshironte të kthehemi në ato, domethënë protestat që kanë bërë përpara të dhunshme. Por shoqëria civile e ka prapë të drejtën ta bëjë dhe është moralisht e mirëkuptuar. Keni të drejta. Shoqëria civile ka të drejtë bëj ç'të doj. Ne po përcjellim këtë mesazh, pastaj turma vendos. Tani ju keni një formim të përpunuar kritik në lidhje me pikpamjen politike. Marrim një rast hipotetik ku kryeministri i vendit refuzon të dëgjojë 200.000 njerëz në shesh që përfaqësojnë plus minus nga 800 deri 1 milion persona. Për mos thënë që janë 4 milion që janë kundra, po marrin. Nuk ka rëndësi kjo, edhe 5.000 po tishin, nuk ka rëndësi, edhe 5.000. Tani ai refuzon për arsye të caktuara. Domethënë, në rast tjetër do thoshte merre, vrisni veten se u lodha me ju. Vetëm në raste kur ka interesa më të mëdha se sa kosto që merr po t'ja japi dorëheqje, vetëm atëherë rri. Pra, Zoti e di se çfarë interesash ka. Ta lëm këtë pjesë. Nuk e jep dorëheqjen. Refuzon. Nëse ju do t'ju jepeshe atributi i të organizuarit një lëvizje të tillë, çfarë sugjerimesh do jepnit si fazë e dytë apo fazë e tretë? Ta lëm mandatin e deputetit, flasim ju si person, si qytetar, me ndjeshmëri të lartë publike dhe me revolt brendshme. 3 pika tani, ose 4, për zgjidhjet me njëhershme për të ndryshuar politikën shqiptare. Jo të me njëhershme, po të shpejt paktën. Po, parë një herë që domethënë nëse ky refuzon maksimalisht të dëgjojë, siç kemi rastin e Vučićit, ka bërë një gjë, një volum patën dhe protestë në Serbi. Vučići gjithkohës refuzoi të dëgjojë protestuesit dhe vazhdoi në rrugën e vet. Dëgjoj, e gjitha kjo gjë, çdo lloj kërkese që tjetë në fund fare përfundon në zgjedhje, përfundon në votë. Po çfarë vlerë ka vota kur ecet me parimin, s'ka rëndësi kush voton, po ka rëndësi kush numëron. Me parimin e Stalinit. Okej. Çfarë vlerë ka vota? Pse thonë do parti politike? Ka parti politike me kile, s'na duhen partitë, na duhet sistemi. Por në fund fare prapë do shkoj ke vota, nuk ka një mënyrë për të zgjedhur. Po te vota po duhet përgatitet skema që të shkosh ke vota, se po vajte ke vota kështu si derën thes. S'ka kuptim. Domethënë, unë mendoj që protesta duhet vazhdojë të ruajë masën, duhet vazhdojë të zgjerojë masën gjithmonë më shumë. Mosbindja qytetare është një nga alternativat që dëmtojnë më pak vendin. Mosbindja civile, mosbindja qytetare është një nga alternativat që dëmtojnë më pak vendin dhe nuk lën pasoja që don vite pastaj që të rikuperohen. Por besoj që sado i padëgjueshëm ti Edi Rama, sado autokrati Edi Rama, vetë socialistët janë ato që do ndërgjegjësohen, nëse për protestat do vazhdojë të ruaj masën. Kështu që unë mendoj që vetmet alternativa janë që protestat të ngelet e paprekur politikisht, të ruaj masën dhe të arrijë ndoshta deri në pika ekstreme, deri në pikën e mosbindjes civile për procese duke gjetur nuk e di se ku kam lexuar diku, domethënë një muaj të gjithë kishin refuzuar të paguonin taksat. Nuk e di se ku e kam lexuar dhe shteti ishte vënë vështirësi të mëdha, domethënë është një nga format që dëmtojnë më pak vende, se taksat në fund fare do paguhen, po. Kështu që kur nuk janë ndërgjegjësu këto 20 burra, mund të ishin ndërgjegjësu dhe 30 mandate deputetësh atje, po të paktën 20. Pse do ndërgjegjësohen 200.000 antar Partie Socialiste që t'i vjen Edi Ramës kundra dhe ta vënë për shpatlla për muri për shkakun?
e njëjta formulësh, siç janë kap këta 20 veta ose 80, po themi të paktën një pjesë, siç janë kapur këta dhe nuk i dalin dot kundra që ti thon o zotëri e di çfarë puna, ikti se vemi një socialist tjetër, ose më rasti më i keq, për cilën unë s'jam dakord. Po themi, përderisa këta nuk po ndërgjegjësohen, kaq janë kaq pak një grusht. Si do ndërgjegjësohen gjithë ata të tjerë që kanë fut pipzën ke ai qypi me qumësh i buxhetit shtetit dhe marrin gjithë nga i copë. Po paga shumë e kuptova pyetjen, si pritet për ndërgjegjësim. Nuk e di, nuk di them, nuk di t'ja përgjigj për ndërgjegjësimin e deputetëve të Partisë Socialiste. Jo, si mund ndërgjegjësohen 200.000 antar Në fakt partie? vetë jam shumë i ndërgjegjësuar për situatën deri në atë pikë se jam gati ta vej mandatin tim totalisht në shërbim protestës, por nuk e di se çfarë duhet bëj. Okej, pra ndoshta kjo është një mesazh sensibilizues, unë nuk e rekomandoj ta lini, por paktën Jo, nuk thash ta paktën Shqipëria ka provuar që në një situatë politike të mëparshme lënia e mandateve i kalon këto pasojë që kemi Shqipërisë sot. I lë më hapësirë. Që Shqipëria ka sot i përkatën asaj periudhe. I lë më hapësirë dhe atyre në vetvendosje. Paktën është një zë më tepër aty, kështu që po është mbështetje goxha e madhe që ofroni edhe vazhdoni ta jepni, besoj unë, për sa i përket është goxha Zgjidhja është protestë, rritja e volumit dhe Mersa shoh me veta nga para. Gjithmonë më i lartë. Po ta shohësh ti çdo ditë që po ka reziston protesta, po del nga një problem tjetër. Dje ishte plazhi Kakomes, problemi, që ka 20 dhe ca vjet i bllokuar. Sot pati një debat të punëtorëve në aeroportin e Vlorës. Do kemi një ngjarje tjetër sepse është vendi zhytur në llup dhe nuk ka se ku ta gravoj, do rritet do vi si kaskadë kjo tash duke u zgjeruar. Pa i shet me në aeroportin e Kemi Vlorës. probleme në çdo fshat, në çdo hyrje pallati të Shqipërisë, domethënë kemi probleme gjithkund. Dhe njerëzit sikur po ndërgjegjësohen shkallë, domethënë po ndërgjegjësohen në nivel kombëtar. Unë shpresoj që kjo të mbajë sepse do ishte jo mirë, themi, për Shqipërinë nëse protesta do ta humbte atë bukurinë që ka dhe do ta humbiste betejën, të paktën të fitojë ato 5 pika kryesore që ka kërkuar. Si mendon, cili do ishte skenari më i mirë si rezultat i prodhimit që do prodhonte kjo protestë? Sparja anullimi i projektit të Zvernecit. Po kush do anulloj? Partia Socialiste? Po pyet për rezultatin më të mirë, unë tash se kush anullon ajo dihet, Partia Socialiste. Unë mendoj që një fillim i mbarë do të ishte anullimi i gjithë ndryshimeve ligjore që janë bërë në 2024-ën. Miratimi i kodit zgjedhor proporcional kombëtar me lista totalisht hapura që t'i japë mundësinë krijimit alternativave të reja politike në Shqipëri, t'i japë mundësinë politikbërjes së re në Shqipëri. E dyta. E treta, një qeveri tranzitore për përgatitjen e situatës për zgjedhje të parakohshme dhe zhvillimin e zgjedhjeve lokale dhe parlamentare në të njëjtin moment. Ama zhvillimin e zgjedhjeve në momentin që janë krijuar kushte optimale, kur duke nxjerrë mësim nga gjithë gabimet që janë bërë në të shkuarën. Unë mendoj që këto natyrisht që ky parlament të ngrej dorën pa diskutim për miratimin e gjithë këtyre pikave, sepse të gjitha këto janë ndryshime, një pjesë prej tyre janë ndryshime kushtetuese, domethënë pa diskutim miratimi i referendumit sipas me tash modeli zviceran është më i miri. Dhe çdo pikë tjetër dhe disa pika tjera dhe duhet që ky parlament pa diskutim të ngrej dorën, nëse neve duhet mbahemi mend histori si burra dhe gra që bëm diçka të mirë për vendin tonë, nëse ne do na jepet mundësia të ngrejmë dorën. Por këto miratimin e këtyre ligjeve dhe ndryshimeve kushtetuese që kjo protestë dhe situata aktuale politike në Shqipëri kërkon. Unë personalisht do isha shumë i lumtur dhe nuk do doja të merresha më fare me politikën nëse do e kisha mundësinë të votoja për një revolucion të tillë institucional. Që të shërbente vendit tim. Besoj nuk e them për demagogji, unë e bëj. Po kjo të bën der tani, unë e di. Politika nuk është burimi ose oksigjeni i jetës time, domethënë. Besoj jeni dakord edhe me pikën që harruam të përmendim, që kushtetuta ndrohet vetëm me vot nga populli, pra vetëm ndryshime referendare, jo të ndryshohet në tavolinë.
tre pika duhet të jenë për mua në referendum, është një referendum i plot duhet 3 pike. Populli të ketë të drejtën e iniciativës popullore, e drejta e vetos, ka dhe referendumi që kanë të drejtën e vetos ndaj çështjeve ligjore të posaçme, dhe referendum i detyrueshëm për çështje kombëtare apo kur bëhet fjalë për sovranitetin kombëtar. Mund të përfshihet A- gjykata në zgjidhjen e këtyre Kemi tani? një çështje diskutim të shtetit Bektashian. E dini ju që shteti Bektashian ka lodhur në Parlamentin e Shqipërisë dhe me referendum popullor, ai duket e drejtë domethënë që Jo. e kemi lënë Shqipërinë, e kemi bërë hapa mbrapsht domethënë në demokraci, duke e larguar popullin totalisht nga çështjet mjaft të rëndësishme për të mirën e vendit. Dgjoj, kam lexuar një analizë, do t'ja çoj më vonë ta lexoni, domethënë që kush është problemi, kush është në fakt ajo që po ndodh me protestën. Zvërneci apo çështjet e tjera është, siç e tham pak më lart, është pika ku mbështet Leva Arkimidit. Po në fakt e gjitha kjo sipas mendimin tim ka të bëjë me atë që është një nga parimet e demokracive funksionale, ka qenë që në kohën e Greqisë lashtë, që humbja e kontrollit të popullit mbi shtetin. Populli shqiptar vjen duke e humbur kontrollin mbi shtetin, jo duke e fituar siç duhet funksiononin demokracitë europiane, sidomos ato europiane. Me këtë kemi dhuratë nga Te kemi dhuratë nga gjithë politikë bërja, mas vitit 1991. të cilët kanë ndryshuar kushtetutën pa referendum. Ka ndryshuar kushtetutën, ka marrë vendime pa referendum, kanë ardhur duke e pyetur popullin gjithmonë më pak, e kanë trajtuar pakicën si humbse dhe jo si palë e cila duhet respektuar, sepse siç e tham, shumica e ka vetë pushtetin dhe nuk ka nevojë që t'i japi dikush tjetër. Kemi Kanë parë nga mbyll të politika gjitha e Edi kanalet e Ramës në komunikimit. këtyre viteve të fundit, ku respekti për qytetarin dhe respekti për parlamentarizmin apo për demokracinë ka ardhur gjithmonë duke u zbehur. Unë këtë mendim e kam të pothuajse nuk ka Të cimentuar në kokë. Të konsideruar. Tani, a mendon, marrim një situatë tjetër, që kjo mrekulli që po ndodh vjen edhe si rezultat i një krize të thellë pa ku diskutim. po kalon Evropa. Pse? Jo, prit ta them pse. Sepse deri dje hypsha avionin, e kishe 30 euro larg punën në Gjermani ose diku tjetër, Belgjik, Holland. Tani se ke më të ke ku shko. E detyrimisht do detyrohesh të rrish në vendin tënd. Po duke qenë se ke konstatuar se është llum edhe po bëhet gjithmonë më keq, detyrohesh ngrihesh. Pra, eci me atë shprehjen që duhet bëhet më keq, që të bëhet më mirë dhe u bë më keq që po bëhet më mirë. Një konstatimi imi, kështu si observues i jashtëm, nuk e di çfarë mendimi keni për këtë. Pak më parë më pyete nëse çfarë do të bëjmë që Edi Rama apo Partia Socialiste të reflektojë. Teorikisht ne kemi mësuar në shkollë që Unë s'kam shpresë fare ke piktori, vetëm ke partia PS-ja mund të kem. Shkollë që korrupsioni i tepërt është precedent për rrëzimin e pushteteve apo për kalimin në pushtete autoritare. Po kështu ka qenë edhe më përpara, pa diskutim një faktor tjetër që ka ndikuar. Pa diskutim që korrupsioni i madh e ka ngopur deri në atë pikë sa që nëse Edi Rama do vazhdojë të tregohet kokfort, rrezikojmë që protestat të kthehet në anarki dhe të jetë precedent pastaj për ideale më radikale dhe më të forta, gjë të cilën asnjëri nga ne nuk do uronte në fakt. Ja. Por teorikisht në shkuar në historinë e njerëzimit kudo ku kemi pasur korrupsion është pasuar prapë nga pushtete komuniste, nga pushtete fashiste e kështu me radhë. Kështu që ky piktori, siç ti thua, që mos më pëlqen, domethënë vazhdoj të them Edi Rama, jo zoti Edi Rama, se nuk e di se si duhet më thrit aty, kam frikë mos bëj gabim ligjor. Dhe ky vazhdon ta shpërfilli protestën duke acaruar popullin deri në atë pikë sa që kam frikë se s'ka dhe faj shkreti. Do shkojmë në një pikë pa parashikueshme. Nuk ka dhe faj shkreti. Ka dhe parashikueshme mund mos ndodhë. Gjithsesi unë mendoj që krijoj një ngarkesë psikologjike goxha të lartë. Jo, ndri vetëm këtë isha ta pyetanin. M'fal, mos ai po merr kohë, ai ka rregulluar ato asetet e veta monetare, interesat që ka kriju me oligarkët e monetare. Mos po merr kohë ai që ti sistemoj ato fundit që ka për të sistemuar dhe të thot do iki apo nuk ka ngjasa. Janë ca gojdhëna kështu. Të gjitha dhe para Edi Ramës kanë marrë kohë rreth për të rregulluar gjërat e vetë, pse kanë arritur asnjëherë.
S'është kaq kollaj Shiko, kjo po puna e tani kalkulimit të kohës, sepse ti e Edi Rama ose kushdo që ka modeli, ky modeli i këtyre njerëzve autokrat. Mori kohë dhe Orbani, po ja ç'a ndodhi, ja ku iku. Domethënë edhe ai e mori kohën, po pati pra po, pushtetin që deshi. Orbani Ishte te një model Orbani i ka ngjashëm me zgjedhje, Edi Ramën, një model ishte. ka zgjedhje normale te Orbanit. Kishte zgjedhje Jo, normale nuk në ka pas Shqipëri. zgjedhje normale, as Hungaria, ka qenë një model me Shqipërinë. Nuk ka pas zgjedhje Dakor. në Hungari. Pra, ti po thum Orbani iku me zgjedhje ku Po ka koha e ikja e Orbanit, kontestime. ikja e Orbanit është një augur i mirë për daljen nga modet të këtyre autokracive të mëdha të tip Orbani, tip Putini, apo dëgjone ca të tjerë nëpër botë. Nëse nuk du të hym asaj, po me sa di unë e kam mbrojt vendin e vet nga gjithë dyndjet e botës tretë, po të Është shtem tjetër autokraci, kjo. prapë prap nuk e Tani është autokraci ose demagogji për karrierën e vet. përpiqen po sa e ka mbrojtë vendin e vet. shiko, po përpiqen bëhen pak empatik se gjunaf piktori tani imagjino ka 30 vjet Që nuk pikturon më, po kryetar, merret me politik. kryetar pushtetar, tani ka 30 vjet, sado mos kishte punu, diçka e ka bë. Tani si mendon që mund të iki kështu me turp? Qero, dit për jashtë. Dëgjoj. Si mund të iki kështu me turp? Këta të paktën ti thon, ke 6 muaj kohë me ndodh dhe hik me Terezi, për shkak ose 3 muaj kohë. Edi Rama ka akoma simpatizantët e vet, ka njerëz që e vlerësojnë sikur ka punuar mirë, ka shumë njerëz që e vlerësojnë që ka punuar mirë. Ka njerëz që Pavarësisht kanë mendimit Ka tonë, punuar mirë, unë ai shkreti ka bilanc lufte, ka qeverisë me bilanc lufte. Pavarësisht që unë mendoj që Edi Rama është një njeri i paaftë për të qeverisur, është i aftë për të fituar pushtetin, por i paaftë për të krijuar, për të bërë gjëra të mira. Nuk do mbahet mend në historinë e Shqipërisë si një njeri që ka bërë gjëra të mira, ashtu siç nuk do mbahet mend asnjë politikan mos dëgjon Ismail Qemalit që ka bërë gjëra të mira për vendin e vet në Shqipëri. Në mendimin tim Shqipëria akoma nuk e ka pasur fatin që të ketë atë politikanin e duhur që të vërtet japi një zhvillim siç duhet vendit të tij. Kështu që nuk besoj që do të ishte turp i madh nëse Edi Rama shpërfill protestuesit dhe vazhdon të talë siç po bën. Jo më po s'ka faj them se do iki me turp. Imagjino ti iki gjitha jo eksperiencë, gjitha jo CV e pasur, në fund ti iki me turp. Po ora si e mbyllet ti këtë muhabet, më përzun, më than dil për jashtë, edhe ika si legend. Se prano, se e lejon ndërgjegja, më kupton. Kështu që ta vëm pak veten edhe në pozitën e atit, me empati. Po çfarë do tiki me puthit tash, po rreshtohem me gjithë në protest, ta puthim gjithë në herë vetëm tiki. Se kështu siç po thotë, se di çfarë skeme duhet të gjej. Po i bim edhe dajrës ose po i marrim pankarta. Po e deshin ta me muzikë, me puthje, ti themi kush është gati ta bëj hajt i lajm buzët mbrapa, po e puthim mirë vetëm tiki mos ta lej vendin shat, tiki çovi punë të veta, se kur ti kesh do hapen edhe ca letra, se do të humbi kontrollin mbi spagu, do të humbi kontrollin. Pra, ato letra. Po ai kujto ti do të ka nervajt merret më me miza si puna jon. Ai prandaj sikën se ka hall të hapë. Ajo duket. Por që Edi Rama dhe Partia Socialiste janë hall të madh, u duk që në momentin kur nuk dorëzuan imunitetin e Belinda Ballogut. Në atë moment ishte shumë e dukshme që një hall i madh po i rrotullohet aty dhe halli i tyre fatkeqësisht është në dëmin tonë. Është në dëmin e Shqipërisë, jo tonin personal, është në dëmin e Shqipërisë dhe natyrisht ne jetojmë këtu, kemi vendosur ta zhvillojmë jetën tonë këtu dhe duam ne domethënë na prek në jetën tonë të përditshme, na prek ekonomikisht, na bën të ndihemi të palumtur në vendin tonë. Një nga dukuritë që ndodh në Shqipëri është që njerëz të paguar mirë duan të hiqin, nuk duan të jetojnë këtu sepse ndihen të pasigurt dhe ndihen të trysnuar. Po s'ka shtet pra, nuk garantohen drejtat minimale. Ka mungesë shteti, domethënë kemi një mungesë totale të vlerësimit, domethënë zbatimit ligjit, nuk ka meritokraci absolutisht. Çfarë është ç'a? Nuk ka bërë një analizë të drejtorëve të Durrësit, kam bërë një analizë të drejtorëve të Durrësit, vetëm një drejtoresh qargu Durrës ishte me arsim klar. Mi që u ktheve ke Durrësi. Ti je deputet i Durrësit dhe ne jemi shumë krenar si durrësak, përfshirë edhe mua, që të kemi aty. Qa po bëm po Durrësin, po sidomos dhe për zonën e rrethinat si Shiaku, se ka pas një polemik për sa i përket sistemimit ose nuk e di urbanistikës. Mund na tregosh diçka për rreth kësaj? Më tepër
Do me thënë ajo që ka marrë një lloj angazhimi dhe që unë jam antar i Komisionit për Reformën Territoriale dhe për Reformën Zgjedhore, jam antar zëvendësues, por te Komisioni i Reformës Territoriale kam qenë goxha aktiv për efekt të llojit modelit të grupit punës që është atje. Ka pasur një, se di se këtu s'merret vesh tash të themi nga e vërteta, domethënë ka pasur një ide për ta shkrirë Shirakull dhe për ta bërë pjesë Bashkisë së Durrësit, gjë të cilën nuk kam ngritur edhe në komision, nëse keni pasur mundësi ta dëgjoni. Dhe jam munduar që për aq sa më jepet mundësi, për aq sa e drejta e të folurit, për aq sa unë i kam mundësi për të folur, domethënë, ta kundërshtoj fort shkrirjen e Bashkisë Qiagut dhe bashkimin e Bashkisë Qiagut me Bashkinë e Durrësit. Madje unë jam për krimin e një njësie të tretë vendore në qarkun Durrës, por nëse jo, atëherë zona e Sukthit, domethënë çaj përket lumit Erzen dhe drejtishmit, duhet i kalon te Bashkisë Qiagut. Nëse flasim për teorinë e zmadhimit, duhet që Qiagu të zmadhojë dhe Durrësi të zvoglojë, dhe jo më ta shkrinim Qiagun duke fshirë nga historia një qytet që për mua ka është një qytet që ka pasur goxha shkuar, që ka ekzistuar, ka qenë kadastër Durrësit në një periudhë vetën historike. Nuk është se ka dhe shumë përputhje kulturore apo ekonomike me qytetin e Durrësit, dhe pavarësisht dhe duke mos i thënë këto, për mua do të ishte shumë e padrejtë nëse Bashkia e Qiagut do të shkrihej dhe do të përfundimisht do të zhdukej nga harta e historisë. Je dakord ti ndaj përgjithësi nëse do ndryshojë gjithë sistemi. Në Itali kishte këtë që jepte përgjithësi bashkive të caktuara, për shembull Firenzes ose Toskanës, dhe menaxhonin territorin probleme territoriale. Të duket e drejtë për Shqipërinë apo është një nga variantet që mua më pëlqen më shumë fakt, që të jetë ndarja e pushtetit me shkallë, që do të thotë që po e konkretizojmë me terrenin shqiptar dhe jo me Italinë. Për shembull, ka një ide që flitet që kryetari i qarkut të votohet dhe të kemi ndarje pushteti me shkallë, ku kryetarët e bashkive, kryetarët e njësive administrative poshtë mos të kenë detyra të plota, disa detyra të delegohen kryetarit të qarkut dhe disa detyra të ngelen kryetarëve të bashkive. Një nga problemet kryesore që po ka Shqipëria sot, për shembull, ka të bëjë me mungesën e theksuar burimeve njerëzore. Duke mos pasur burime njerëzore, neve nuk aplikojmë dot projekte, dhe sidomos bashkitë e vogla vuajnë akoma më shumë nga kjo krizë, filloi largimeve të mëdha masive që ai Viktori shoku i mush diaspora plot, ka ngjitur masivisht domethënë Shqipëri. Kështu që kjo mund të ishte një zgjidhje Po shkynaf domethënë se asnjë nuk është kënaqur duke e bërë pushtetin me shkallë, dhe kjo të votohet me shkallë. Po, dhe për mua është e ligjshme. Tash i folëm për diasporën, thotë Endri. Ne dalim gjithë atje në Londër, po jo, protestojmë për sa mundemi. Një sekond. Do kalojmë ke diaspora, po 2 sekonda. Të rrim ke ndryshimet dhe kompetencat që ka deputeti, sepse qarkullon disa lajme, do thosha, nga media e ashtu quajtur kazan, që do bëhen ndryshime kushtetute dhe do krijohen 2 dhoma në parlament. Ndryshime kushtetute se të cilat detyrimisht do aprovohen nga parlamenti, tek i cili ju keni drejt votave. Se do ishte absurde nëse kjo do bënte, dhe unë nuk do ta votoj këtë nëse do bëhet. Pra ju jeni kundra me këtë. E kam dëgjuar këtë gjë, nuk është folur fare në çështjet politike, deri tani është në nivelet e tashathemit. Unë jam totalisht kundra kësaj. Unë mendoj vetëm ju që do të ndryshojmë nga sistemi janë ato që folën më sipër, presidenti duhet votohet nga populli, dhe nëpërmjet referendumeve dhe shumë të drejtave të tjera populli duhet marrë kontrollin e vet mbi shtetin. Po nëse partitë e mëdha ose Partia Socialiste, se i duan, kam përshtypjen 93 mandate, nuk jam i sigurt, po 93 o 94 mandate. Edhe nëse Partia Demokratike do ta votojë, unë nuk do ta votoj. Do t'i thot Partisë Agrare Ambientaliste që ne jemi të gatshëm të krijojmë mundësinë që gjuhët të përfaqësohen në nivel kombëtar dhe të kthehet kodi zgjedhor jo me disa zona elektorale siç është tani, por në një zonë të madhe elektorale, pra proporcional kombëtar, e cila drejt për drejt e ndihmon partinë tuaj që të rritet edhe të përfaqësohet më sakt me mandate në parlament. Dhe si këmbim do kërkojnë ndryshimet e krijimit të kushtetutës dhe krijimit të 2
dhomave për t'i Po, dhënë ti do imunitet thuash që vetes kjo të kaloj si senator. një paketë e tërë, që të jetë si një paketë e tërë, kjo Pikërisht. është si një Apo ky është vendim unë partie mendoj për që të cilën ju sini të autorizuar të Shqipërisë flisni? sistemi parlamentar që Shqipëria ka, unë mendoj që është i duhuri, madje edhe reduktimi i numrit deputetëve nuk duket shumë i logjikshëm. Numri i deputetëve në fakt për mua nuk ka asnjë arsye të jetë fiks, do të jetë në varësi të numrit votuesve që marrin pjesë, siç e kanë shumica e vendeve kështu e kanë. Sistemi dy dhoma nuk e shoh parasysh një vend i vogël ka sa Shqipëria të komplikojë dhe të krijojë një stres parlamentar e cila konsolidohet dhe nuk lëviz nga vendi në parlament. Një nga problemet që ka Shqipëria në politikën e saj është mentaliteti i theksuar ballkanik që ka, që njerëzit nuk lëshojnë pushtet vetëm se nëse ndërhyn forcat madhore, domethënë nuk lëshojnë pushtetin. Jo, në rregull, dakord me këtë pjesë. Puna është sepse se ju vendosën përpara Nuk e një quaj të zgjedhje. nevojshëm, nuk e quaj të nevojshëm për demokracinë shqiptare sistemin e dhomave. Mendoj që ky që kemi aktualisht është i duhuri, mund të flasim si dush për numrin e deputetëve, ta reduktojmë, ta rrisim, ta thash për mua do të jetë fleksibël në varësi të numrit votuesve. Por është pjesë e parancishme sepse pesha politike është e njëjtë. Nëse ke një deputet, se nëse ke 10 në raport me totalin, është pesha politike është e njëjtë. Atëherë, për sa i përket kthehemi pak te ajo pika ku përmendi Rezart atë diaspora. Çfarë mendimi keni ju për atë idenë që qarkullon se diaspora faktikisht nuk duhet votoj për zgjedhjet në zgjedhjet e përgjithshme, por vetëm në ato lokale, sepse nuk jeton në Shqipëri. Unë mendoj që diaspora duhet të votojë si në zgjedhjet e përgjithshme ashtu edhe në zgjedhjet lokale, pavarësisht se nuk jeton në Shqipëri. Njerëzit hikin, vinë, informacione. dhe ajo që i lidh me Shqipërinë është prona, është mbiemri, është gjaku, janë shumë gjëra që i lidhin. Domethënë, Identiteti. si mund të jesh drejtën të votojë në vendin e vet dikujt që ka prona këtu apo që vazhdon të jetë të ruaj komsin pa apo vazhdoj të ruaj shtetësinë e vendit tim. Për mua duhet votoj në të dyja, si për zgjedhjet lokale ashtu edhe për zgjedhjet parlamentare. Është tjetër gjë pastaj paaftësia që sistemi zgjedhor në Shqipëri ka pas për të administruar votën e diasporës. Kjo është komplet gjë tjetër. Jo, kjo është tjetër gjë, unë kisha ke principi. Por e drejta e votës absolutisht duhet të jetë. Po, edhe këtë aktivitetet që madje për mua ka qenë shumë e vonuar. Edhe aktivitetet në mbështetje të diasporës për shumë nga ne janë fryt votash dhe remitancash për Shqipërinë, sepse ai ndërtoi këtë institucion për diasporën që bën eventin, për që të marrë ai sa më tepër vota. Filloi të përcjell politikën e tij dhe flasim për vendet ku jetojmë ne këtu. Po nuk mund të ketë ligje përjashtuese kështu, nuk mund ta përjashtosh dot diasporën. Fakti që ti si i Zotit gresh infrastrukturën e duhur për ta bërë diasporën të përfshihet politikisht apo të japi mendimin e vet për rezultatet zgjedhore në Shqipëri, kjo nuk e bën pa drejtë gjën. Nuk është për mua është jo logjike, domethënë është mungesa aftësie e qeverisjeve shqiptare që nuk ka qenë aftë ngrej infrastrukturën e duhur, që diaspora të përfshihej që në të shkuar në të gjitha votimet që ka pasur Shqipëria. Bravo. Nuk është mbështetur në gjërat minimale për të drejtat e një shqiptari në botë, thëse është refugjat, u vra, nuk s'kishte një ambasadë, s'kishte një strukturë nga shteti jonë që të na mbështeste, qoftë edhe për iniciativat kulturore që ne kemi bërë. Për çfarë blen votat Për çfarë blen votat ose për çfarë vjedhen votat? Votat vjedhen e blen sepse nesër do kesh ofiqit për të vjedhur lekë dhe për të bërë më i pasur. Domethënë ne kemi pasur gjatë gjithë këtyre viteve një sistem të mase korruptiv. Se ndryshe nëse nuk do kishim këtë gjën e vjedhjeve kaq të mëdha, domethënë nuk do kishim as fenomenin e manipulimit të votës siç e kemi pasur. Pas ka qenë shumë vend i pasur tani. Po pra, po dhe sungopon, nuk e Europën më njeriu, në Europën edhe prapë s'po marrë akoma. Edhe po rripin Shqipërinë tani se hajt njerëzit që i larguan, sa veta janë Shqipëri, flitet që janë 1,5 milion shqiptar ose indianë dhe Pakistan bashkë. Nuk e di sa për këtë janë shumë pak. Edhe tani dimri ka filluar është bërë më i gjatë se çka qenë përpara, është bërë më i errët. Unë jetoj në një nga zonat turistike, Durrës, jetoj në plazhin e madh të Durrësit, jetoj në Bregdetit dhe dimrat nuk janë më siç kanë qenë, është totalisht errësirë. Dikur nuk ka gjallëri. I mbanin hapur biznese gjatë dimrit sepse kishte qarkullim, tani më nuk i hapin më as ditave të shtunave të diela në dimër.
Po leje ta mendojmë që të kthehen edhe 1 milion shqiptar. A ka vend në Shqipëri për 1 milion shqiptar të kthehen? Që kështu me dëshirojnë. 1 milion shqiptar do ishte mirë të kthenin sa të përmbysnin Edi Ramën dhe pastaj të vazhdojnë jetën e vet sipas nevojës. Në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë. Me këtë lloj neve që jemi këtu pandimin e diasporës nuk e rrezojmë dot Edi Ramën. Faleminderit, ne do jemi me ju. Më falendri, po unë kam, domethënë, unë personalisht mendoj që do jemi edhe mbështes goxha këtë. Si do jesh ti duhet të ikësh protestosh që ti je, s'mund të jesh Të protestoj në Londër. Unë jap kontributin tim dhe shumë shpejt ndoshta marr avionin dhe shkoj dhe andej. A për shqyr që ja the, ha? Patjetër, ne gjithë duhet shkojmë. Ka nevojë domethënë për risi dhe për mbështetje nga të gjithë ne. Për sa i përket. Ama deri tani se ke bë. Se ke marrë iniciativën të shkosh. Live nga protesta ose ka, ja çon dikush nga protesta. Okay, edhe fëmijë. Me shikoj, po. Po ja kanë deputetin këtu që është me ne dhe po i mbështet, kështu që protesta duhet vazhdojë. Unë sa po të mbarojmë bashkëbisedimën do shkoj direkt në protestë. Çon në fotografi të pastë në një video. Si qytetar i thjeshtë, si njëri i cili duhet të jetojë më mirë në të ardhmen. Po si njëri që do të ndërtosh të ardhmen, për sa i përket problematikave kryesore shqiptare është mosprodhimi i asgjëje në vend. Ti që je në fushën e agrikulturës, pse nuk prodhohet as gruri në Shqipëri? Apo jam gabim? Nuk e di, ky është informacioni im, si unë e mendoj dhe kush. Përpara, domethënë gjithçka është prodhuar në Shqipëri. Pse nuk është krijuar një strukturë? Vetëm struktura është ku prodhohen lekët, si të përfitojmë lekët dhe është shkatruar çdo lloj sistemi. Shqiptari nuk ha dot bukën e vet, po e ha me millin e Serbit. Shqiptari nuk pin aspirinën e vet që e ka pas prodhu Profarma, po e prodhon e merr nga Serbi. Që do të thotë, ne kemi kimistë shumë të zot, ne kemi njerëz që kanë bërë sipërmarrje gjëra. Mos flasim pastaj për anët e tjera që ne kemi energjetikën, ne kemi naftën, ne kemi shumë resurse. Kuptova. Pikërisht. Në fakt nuk është tamam kështu. Nuk është që në Shqipëri nuk prodhohet asgjë. Okay. Biznesi shqiptar, biznes bërja në Shqipëri, tregtia, prodhimi në Shqipëri kanë ecur goxha mirë këto vite, gjithmonë. Po kanë ecur vetëm sajt iniciativave private dhe duke qenë në luftë të hapur me korrupsionin shtetëror. Rezarta, nuk është thjesht ekonomia ajo që i ka mërzitur shqiptarët. Janë gjithë ato gjërat, është padrejtësia, mungesa e meritokracisë, mbështetja e shteti që e shef biznesin si një lop që duhet mbjelur gjatë gjithë kohës, domethënë dhe jo si një nga shtyllat kryesore të mbajtjes së ekonomisë vendit. Janë këto gjërat që e kanë mërzitur. Nuk është se shumë, për shembull kemi investime goxha maramendse në fushën e turizmit pa qenë nevojë, pa pasur ofiqet e investitorit strategjik, por vetëm iniciativa private dhe pa kurfar mbështetje nga politika shtetërore, pa lehtësime, pa mbështetje. Shqipëria është vendi ku TVSH për shembull për ata që merren me tregtim blidhet pa u futur produkte akoma në treg. Është goxha e rëndë për të bësh biznes në këtë lloj forme. Megjithatë biznesi ja ka dalë vetë. Domethënë shqiptarët janë njerëz thaftë, bëjnë biznes, janë punëtor, por ajo që i ka munguar vendit janë politikat makroekonomike dhe i ka munguar mbështetje që shteti duhet t'i jepte biznesit gjatë gjithë këtyre viteve. Shteti shqiptar, në opinionin tim, nuk e ka parë kurrë biznesin si partner dhe si një nga komponentët kryesorë për të mbajtur ekonominë e vendit. Kështu që nuk themi dot që në Shqipëri nuk prodhohet asgjë. Në Shqipëri prodhohen gjëra, ka iniciativa private, çdo ditë ka iniciativa private për të prodhuar gjëra të fushave ndryshme, por ajo që mungon që duhet ta theksojmë është mbështetja shtetërore dhe krijimi i një klime për të bërë biznes në mënyrë të barabartë. Nuk është e lehtë të bësh biznes në një vend ku të konkurrosh kur kemi financime që vijnë nga lek jo të pastra, domethënë, që një dikush mund të marrë gjithë jetën në biznes, vjen dikush me lek jo të pastra dhe brenda vitit e konkuron dhe nxjerr nga tregu. Domethënë klima këtu nuk është e drejtë. Të bësh biznes në Shqipëri është goxha e vështirë dhe kështu që për ta përsëritur, për ta përmbledhur edhe një herë, gjithë zhvillimi përket iniciativave private dhe as pak nuk ka as pak me qeverisja të gjitha palët në fakt të thoj. Tani bëj një parantezë. U bë censusi, doli gati 2.ca milion populata dhe rezultati doli mas gati 8 muajsh një viti. Zoti e di pse, domethënë, se di si i manovrun ato shifra, po supozohet që është kaq. Pra është gjysma popullatës, është një lloj sikur Anglia
të ketë 35 milion banor të larguar. Më kupton, pra është një shifra maramëndse. Përtej kësaj, flitet që një popullat për 2 milion banorësh, afërsisht, po jo të 2 milion të janë popullat aktive, sepse ke fëmijë, ke mosha treta e tjerë, përballon një turizëm për 12 milionësh. Pra, si mund t'i shërbej një popullat 2 milione, një turizmi 12 milion. Përveç kësaj, me që ju jeni Partia Agrare Ambientaliste, du të keni ca shifra, apo keni në informacion se a reflektoj kjo në konsumin e brendshëm. Dhe kryetari i dhomës tregtisë Durrësit dhe disa gjëra domethënë lidhen. A reflektoj kjo në rritjen e prodhimit bujqësor, në shitjen për prodhimeve, se nëse vinë 12 milion banor si turist, me siguri janë rrit prodhimet, ka reflektuar në një sër industrish të tjera, apo janë thjesht shifra fiktive. Pra, sipas informacionit tuaj, çfarë reflektimi ka në industrinë e agrobiznesit dhe bujqësinë? Pa diskutim që turizmi ka shumë ndikim të drejtë për drejtë në gjithë ekonominë e vendit dhe aq më shumë në industrinë agropërpunuese. Dhe themi të sinqert, deri tani vetëm përfitimi që vijnë nga turizmi janë ato që kanë të bëjnë me rritjen e popullsisë, domethënë ndikimi që rritja e volumit të popullsisë jep në konsumin përgjithësi. Kështu që sepse nuk është se kemi një turizëm që taksohet, nuk është se kemi të ardhura nga turizmi nga taksat. Turizmi familjar pothuajse është totalisht i pataksueshëm, turizmi i hotelerive gjithashtu nuk është i mirë taksueshëm. Kështu që përfitimet që vijnë nga turizmi janë ato vetëm ato që kanë bërë rritja e konsumit, rritjen e volumit të popullsisë dhe rritjen e konsumit përditshëm. Kështu që pa diskutim, domethënë fermerët shqiptar deri diku e kanë ndjerë benefitet që i vinë nga turizmi, por siç e thash pak më parë, ulja e popullsisë në Shqipëri ka bërë që dimi të jetë aq i varfër, se që nuk mjafton një verë e fortë për të rregulluar ekonominë e gjithë vitit. Ky është problem. Edhe pse disa prej problemi i zhvillimit të bujqësisë shqiptare ka filluar në fakt që me ligjin 7501, që nuk i jep mundësinë fermerit shqiptar që të bëhet i madh, gjelet gjithmonë i vogël dhe në nivele vështirësie për administrimin e tokës. Kështu që edhe pse ka përfituar, fermeri shqiptar vazhdon të ketë vështirësi, vazhdon të mos të evolojë dot, sepse vetë sistemi i ndarjes së tokës nuk e jep mundësinë të evolojë për të pasur kosto më të ulta në prodhimet bujqësore. Gjithashtu mos harroj për shembull kemi rastin që nuk kemi mbështetje fare. Shqipëria mund të jetë vetëm vend që ka mund të jetë vendi që ka, jo mund të jetë, por është vendi që ka nivelin më të ulët të financimeve që shteti i jep për prodhimet bujqësore. I ka gati sa 1/2 e Maqedonisë, në mos gabosh, mos më pak. Se Maqedonia, po sa 1/2 e Kosovës. Dhe kjo e vën shpesh herë prodhuesit bujqësor i vën në raport të drejtë me tregun, se kemi dhe marrëveshje të tregtisë lirë, kështu që produktet që vinë nga Maqedonia vinë me çmime më të tjera, si efekti mbështetjes që shteti i jep atje prodhimeve bujqësore. Diçka tjetër që përfitoj nga rasti për ta thënë. Unë mendoj që kjo mënyrë të bërit turizëm në Shqipëri në fakt nuk ka përfitim. Nuk ka përfitim ekonomik, sepse kemi një turizëm të rrëmujshëm, siç e thash të përfitojnë vendet fqinje me shitjen e produkteve të tyre dhe Shqipëria është si treg. Ama ndodhet me disore të mëdha që sjell ky lloj turizmi në Shqipëri kanë kosto shumë më të lartë se sa të ardhurat që po sjell turizmi gjatë këtyre viteve. Edhe nëse neve do ta projektojmë ekonominë shqiptare në 30 vite të ardhshme, hap të thit duket humbje të mëdha që kemi. Kemi ndotje midisore, kemi prishje të ambientit, ngarkesa të ambientit, të cilat do duan shumë më tepër financime se sa të ardhurët që po vinë aktualisht nga turizmi. E drejtë. Pra, kostot indirekte janë prevalojnë mbi fitimet turizmi masiv gjithë e dim që nuk i bën mirë ekonomisë. Duket në afat shkurtër sikur bën mirë, por në afat mesëm, në afat gjatë jo, por dhe në afat mesëm nuk i sjell zhvillim ekonomik. Madje për mua del me humja. Mendimi një specialisti këtu nuk mund ta hedhim poshtë, sepse po përfitojnë kompanitë, po është thjesht ta kuptosh rreth. Domethënë kemi ndërtime, financime të mëdha, ndërtime, plera, vetëm plerat që gjenerojnë sa është gati të gjenerojë, për shembull, plera dhe nuk mbledhin taksa, domethënë turistët që vinë në Shqipëri është shumica e turistëve janë të po kompanitë e importit dalin mirë. Kompanitë e importit që importojnë produkte ushqimore dalin mirë. Dalin mirë, patjetër. Po mi të paktën ato janë rregull.
Tregtia në vetvete fiton unë po flas në nivel kombëtar. Në nivel kombëtar nuk besoj që ekonomisë një turizëm i tillë masiv i Po bëhem ta cinik, projekton siç kur po e duhet. them, po e thash me cinizëm këtë, nuk Po, nuk pra, mu më pëlqeu ajo që theti puna Zvicrës për referendumin, dhe unë gjithmonë dhe shumë kolegë tonë pyesin pse Shqipëria mos jetë një Zvicër e vogël. sepse Shqipëria nuk është Zvicër, edhe s'ka për ta lënë njëri më bë Zvicër. Unë shpresoj që të gaboj edhe do zoti e kam gabim, po nuk do ta lejojnë domethënë këtë mrekulli të ndodhi. Mendimi im ky. Shpresoj ne do të luftojmë deri në moment fundit, po është shumë e bukur për të qenë e vërtet. Unë besoj që populli shqiptar do t'ja dali dhe do të radhitet ashtu siç duhet në vendet europiane. Ky është shekulli shqiptarëve, ka thënë dikush. Nuk jam pesimist dhe nuk është se i besoj shumë të teoritë konspirative të drejtën. Jo, është çështje influencash, nuk është punë teori Geopolitika nuk ja konspirative. lejon Shqipërisë. Thjesht ne nuk kemi ditur të cilemi, ose politikanët shqiptar kanë qenë të shitur për interesat e veta, kanë ta themi Po kjo është mos me të leju. kanë mbrojtur interesat e dikujt tjetër. Po kjo është mos me të leju pra, sepse janë interesat e kujt tjetër që duhet mbrohen. Ja keni dalë ju brezi i ri që jeni më të fortë, jeni më të Jo, fortë. brezi jon s'ka dalë gjë hiç, shqyr që dolën këto gjeneratës Z që na nërun, se ti ishte për brezin tim. Për këto kisha, pse ti ku e fut vetën. Po ja, se Fut ke të rritë edhe Endri, kupton se fut ke brezionet tano, fut ke të rritë edhe Endri, kështu që... Mirë, të rritë, po jo ke gjenerata Z, kisha fjalën. Po, si ti motivojmë këto të rritë? Shkretnin të kanë nga 21 ditë që dalin në rrugë, janë shumë paqësor, janë të mrekullueshëm, vjen era parfum në protestë, në motivin e mirë që të sjellë njerëzit të mirë për Shqipërinë, po lodhja bën vetën, si ti motivojmë që mos anglisht do të thuash give up, po të ecim përpara, Mos heqin dorë, mos dorëzohen. Mos heqin dorë, po. Tani. Përveç se ti mbështesim, edhe mos dëgjoj. Mos ti sabotojmë. Shqiptarët janë njerëz të ngarkuar shumë politikisht. Dhe kjo vjen, unë prapë kërkon ime që kjo vjen si rrjedhë e saj që pushtetin e shohin si një lop. Ose biznesi më i mirë për të bërë më të pasur nëpërmjet pushtetit. Është momenti që të gjithë të zhvishemi nga interesat e ngushta dhe të mendojmë për një të ardhmë më të mirë. Ndryshe, pak më shumë e pak më pak, ardhmi nuk është hiç e mirë. Nëse kjo protestë dështon dhe nuk realizon spaku ato 5 pika që ka që pothuajse edhe në mënyrë të paorganizuar janë strukturuar mirë si kërkesat protestës, Shqipërisë nuk do t'i bënte hiç mirë, do na duhet presim një 20 vjet tjerë pastaj derisa dalë një brez tjetër të ketë ndërgjegjësimin e këtyre. Por unë kam besim që këto nuk do të tërhiqet dhe nuk ka shans që mos i realizojnë kërkesat e veta. Edhe unë kam besim se ato nuk do të tërhiqen, sepse derisa vazhdojnë nga 21 ditë, janë të bindur në atë që mendojnë, që veprojnë dhe që duan të arrijnë. Sepse është një gjë konstance shumë e fortë. Nuk e di, në Serbi nuk ka qenë kaq e gjatë, gjithsesi. Tani, ju bët ngretët një pikë shumë interesante, dhe thatë, sa më shumë zgjat revolta, aq më radikal apo ekstremist është ai që vjen pushtet mbas revoltës. Si rrjedhim, kostot dhe pasojat e asaj çka do ndodhi mbas revoltës varen nga vullneti i Partisë Socialiste dhe vullneti i kryeministrit për dorëheqje. Tani, ju i keni dhe kolegë, çfarë mesazhi keni për kolegët tu në parlament të Partisë Socialiste që kanë në dorë fatet e vendit praktikisht? Ose të paktën zgjidh një 20 veta aty, jo të gjithë, se aq duhen që të bëjnë diferencën, ta noj peshorja nga krau tjetër. Entri do me thënë zgjidhje imediate, që mos jo, çfarë mesazhi? Po jo, me 20 vetë ti do t'japësh zgjidhje dhe është e drejtë. Me 20, po s'ka nevojë për gjithë, vazhdojnë ato tjerë të majnë tenderat edhe koncesionet që t'i gëzojnë ato, s'ka problem, sa t'i vi ke dera në njoni, t'i kërkoj lekët. Po, për ato 20 që s'kanë fije të mi. Për kolegët e tuj, po,
Okay. Pra janë një 20 veta piketoj vet. Nuk ka rëndësi se unë nuk do flas me emra, unë do japi mesazh shkurtër. Jo, piketoj në koshiencën tënde flas, nuk them përmendi si emra. Mesazhi që unë do jap për kolegët e mi është kjo që pushteti, partia nuk është më e rëndësishme se sa e ardhmja e fëmijëve tonë. Por ndoshta edhe më shumë se ardhmja e fëmijëve, ardhmja e vendit. Vendi është gjëja më e shtrenjtë që njeriu ka. Madje në ato që më vërtet, domethënë, e duan vendin e vet, thonë që vendi është më i shtrenjtë se dhe familja. Dhe në opinionin tim, po, vendi është me vërtet gjëja më e shtrenjtë që njeriu ka. Se nëse partia rrin 2 vjet më shumë apo 2 vjet më pak në pushtet, kjo nuk e rregullon jetën tuaj. Por ndenja 2 vjet më shumë e Edi Ramës në pushtet, vetëm se sa do e prish qytetarëna. Do agravoj gjithçka. Në fund të fundit thjesht duhet që gjithë secili nga ne të mbylli syt dhe të mendoj se si do e donte të ishte vendi ideal ku ai do donte të jetonte. Mos bëj asgjë më shumë, thjesht projektoj në mendjen e vet një vend ideal ku do donte të jetonte. Dhe atë votën e vet, atë reagimin e vet politik ta bëj sipas nga ai emocioni i bukur që do t'i vinë atë moment kur do mbyll sytë dhe do mendoj një të ardhmë të mirë për vendin e vet apo edhe për fëmijët e tij. Kështu që largoni çik nga kjo dashuria partijake, lërni me ka partin, fundit edhe në mos qofshim deputet, ne jemi njerëz taft, unë njoh ato janë shumica e tyre njerëz taft dhe kanë profesione goxha të nderuar në jetën e vet jashtë parlamentit, edhe në mos u bofshim më deputet, nuk kam asnjë lloj pishmani, domethënë fare, sepse fundit po bëjmë diçka të mirë për të ardhmen dhe do të tiratojmë rahat edhe ato 50 vjet që do na ngelim. Me këtë kod zgjedhor, kod ti je deputet nuk është kod je numër se të vë rreshtaj. Nëse duan që të mbahen mend në histori, ky është momenti. Nëse duan që thjesht i harrohet emri, gjithëve neve do na harrohet emri, edhe ne që duam ta votojmë, por nuk do kemi mundësinë të jemi pjesa e këtij ndryshimi nëse deputetët e Partisë Socialiste nuk na japin këtë mundësi, do të na harrohet emri. Kështu që zgjedhja ngelet e tillë, o të mbash mend për mirë tek fëmijët e tuaj, ose mos të mbash mend fare, ndoshta as do e kujtojnë fare që ke qenë deputet. Edhe kjo është një augur shumë i mirë për shqiptarët, për atë. Nuk kam qenë shumë i aftë letërsi, nuk di të krijoj kështu fjalë bukura. Ka problem. Është shumë bukur, po nga është krijuar mendësia që të gjithë pa përjashtim, nuk ka deputet mirë, nuk ka njerëz të mirë, ti jep një dritë shprehse, kjo s'është e drejtë, ti jep një dritë shprehse, po s'është e drejtë. Po, ti jep një dritë shprehse për gjithë qoftë edhe ato që protestojnë, që ka aty ka burra dhe gra shumë të mirë si në Partinë Socialiste ashtu edhe në Partinë Demokratike, që janë njerëz të nderuar, por thjesht domethënë mentaliteti shqiptar i rritur me idealet e partisë është akoma në lojë ky brezi që partinë e kanë zemër. Edhe liderin e kanë idhull. Dhe disa për tyre që e kanë, se jo të gjithë janë të korruptuar, biles një pakicë për ty janë të korruptuar. Shumica e tyre qoftë të Partisë Socialiste janë burra dhe gra shumë mirë vëllai që kanë ndërtuar një tarë me vetëm sa forcave të veta, por që nuk pa e kanë të lehtë të dalin dhe të jenë të pavarur në vendimarrjet e veta politike. Okej, le të shpresojmë që mesazhi juaj sensibilizues për kolegët tuaj do shkojë në veshët e duhur dhe jo në vesh shurdhët, sepse në fundit nuk ka nevojë të harxhohet kaq miliona orë jetësh njerëzish edhe energji në shesh, mjaftoi 20 burra të bëhen bashkë edhe gra, edhe të japin drejtim këtij muhabeti, përveç bashkohen me opozitën, që të bëhen 71. Edhe është kaq e thjeshtë, harxhohet vetëm 2 orë kohë. Ju shpesherë mbyllet ky muhabet. Fakti që në shesh janë 100.000 njerëz që përfaqësojnë 800.000 të tjerë. Për mua kjo është e parancishme. Duhet që ky mentalitet ishte ngulitur që në kryet herës kur ne. Dakor, jam edhe unë, po edhe sikur tjetër e rëndësishme. Duhet të respektohet pakica. Është shumë e rëndësishme në një sistem demokratik të respektohet pakica dhe të dëgjohet mendimi i pakicës. Dakor, 100%. Po dëgjohet gjithmonë dhe më pak mendimi i pakicës dhe po dëgjohet gjithmonë më pak fjala e qytetarit. Puna është se s'po dëgjohet as si shumicë dhe as si pakicë. Prandaj e vura ndukje faktin që është shumicë. Se nëse injorohet si shumicë, imagjino si pakicë. Po këto as si shumicë, as si pakicë nuk po e dëgjojnë. Kjo është ideja që të paktën se çdo njeri aty
me vërtet del në protestë 3 orë, po harxoj 6 orë nga dita ose 5 orë, se sa të shkosh, sa të bësh gati, sa të lesh punë të tjera, po shumëzohet për 100.000 ose 150.000 veta, ato 6 orë, imagjino sa orë konsumohet nga jeta ati populli, kur mund të kurseheshin fare mirë me ato 20 veta që i thrasin ndërgjegjes në grupin parlamentar, bashkohen me opozitën, e detyrojnë dhe opozitën dhe ato tipat e opozitës që ndoshta nuk i pëlqen ky ndryshim, se mund të ketë edhe aty ca kokra, dhe mbyllet ky muhabet me kosto minimale dhe me ndërgjegje të pastër. Ne bëjmë tonën, me siguri nuk do na dëgjojnë, po të paktën është ajo që ju thatë më herët, që e bën edhe për brezat e ardhshëm. Nesër pas nesër kur të vinë brezat thënë, ore po ju ç'a bot, ju rrofshin shkollat, ju rrofshin kartonat që varnin nëpër mure, të paktën ha thatë një llaf. I dashur Endri që ndryshimi do vi, kjo është e pashmangshme. Mirë, po ne po flasim për koston. Ajo që neve lam të nënkuptohet, ose të paktën unë mendoj që e lash nënkuptohet, është që mos vinë nëpërmjet anarkisë. Pikërisht pra, po flas për koston sociale. Po të vinë në mënyrën e dur, është shumë e rëndësishme që ndryshimi mos vinë nëpërmjet anarkisë. Por që ndryshimi do vi sepse ky lloj llumi që është bërë në Shqipëri është e pamundur mos ke ndryshim, është e pamundur, nuk mund ndodhi që mos ke ndryshim. Kjo është e pashmangshme. Ndryshim do të ketë në një formë, në një tjetër, zgjidhje politike do të ketë. Do të thonë, por që ndryshimi mos të vinë nëpërmjet anarkisë, do duhet që njerëzit të dëgjohen. Ideja e të dërguarit këtij mesazhi nuk është se po diskutojmë a do vi ndryshimi. Puna është vi me kosto sa më të ulët sociale dhe ekonomike dhe tjetë sa më eficient dhe të optimizohen rezultatet. Jo të realizohet një nga ato 5 pika edhe mbyllen i gojën tani shpërndani nëpër shtëpia. Pra kjo është ideja, që të optimizohet gjithçka, bam bam bam, bëhen ato tipat bashkë atje ke salla parlamentit edhe i japin drejtim. Më falë se në preva, po ato tipat. Ato tipat. Po e kanë humbur respektin tani, me gjithë respektin për ty personalisht, po tani e kanë humbur respektin në masë, se ne nga masa po ju flasim. Po pra, po opozita në seancën e fundit parlamentare u mundua maksimalisht të pengojë zhvillimin e punimeve vetëm me një arsyetim. Nuk mund kemi diskutim ligjish të tjera në parlament pa diskutuar 5 çështje që kërkon protesta. Absolutisht, faleminderit për këtë. Një zëri opozita ngul këmbë që çështja më e rëndësishme e vendit është që parlamenti të ngrej kartonin për të miratuar ato 5 çështje që kërkon protesta. Shumë mirë, po se bëjnë pra me ato tipat që si bashkohen opozitës e kisha. Për diasporën diçka të vogël, si mund t'ju mbështesim kush dëshiron, jo të gjithë, se ka dhe ato që kanë idhull liderin e kësaj partie dhe nuk e kuptoj është si punë, siç thot ai Luca, fej. Është gjinaf më se i ka thënë Zoti gjithë mirë atij Lucës, fej është diçka tjetër dhe individi është diçka tjetër. Po e kanë idhull këto persona, po edhe shqiptarët që duan ndryshimin në diasporë, ç'a mund bëjmë ne? Ndonjë sugjerim ose një mesazh për mbështetjen e kësaj, përpos kësaj që ne do marrim pjesë, një diçka më tepër. Ka një hapësirë o ka një diçka që ne mund kontribojmë më shumë? Është pak pyetje retorike, po. Po, kjo në fakt është në vërtet pyetje retorike, po atë që unë do i kërkoj diasporës është që diaspora duhet që me gjithë seriozitetin e duhur, duhet t'i përshtatet zhvillimeve politike dhe ta gjejë veten pa diskutim në zhvillimet e reja politike që vendi do ketë. Nuk duhet të jetë indiferente ndaj zhvillimeve të reja politike që do vinë pas kësaj situate. Okej, dhe mesazhin e fundit unë do të doja të pyesja në lidhje me shijaksit e tu dashur, që nuk i përmendëm shumë, çfarë mesazhi jep elektoratit apo zonës të cilës ju përfaqësoni në raport me gjithë këto lëvizje që po ndodhin. Ju e shpreh qëndrimin tuaj hapur dhe drejt dhe me sinqeritet plot. Sidoqoftë, nëse ke një mesazh, mund ta përcjellësh sepse jam i bindur që do na ndjekin. Në mos gjithë një pjesë. Ne, në fakt, ne jemi lindur, rritur, formuar, kemi krijuar familje në qytetin e Shqipërisë dhe çdo gjë jona është, e gjithë ekzistenca jonë është lidhur me qytetin e Shqipërisë.
Edhe pse unë prej shumë vitesh jam Durrës dhe goxha aktiv në jetën sociale të qytetit Durrësit, të them drejtën, kam qenë gjithmonë shumë aktiv në jetën sociale të qytetit, gjithmonë e kam ndier veten sikur shiaku plotson, sikur ajo që më bën njëri në fund fare është qyteti, unë jam lind aty ku kemi shokët e fëmijërisë, aty ku kemi shokët e shkollës, shumë e rrallë. Aftë, ajo që du t'i them unë shiakësve është e njëjtë si ajo që folëm, shiakësit janë në fund fare qytetarë të këtij vendi njësoj si gjithë të tjera, që mjafton të dalësh një xhiro nëpër shiakë dhe të shohësh që ka një rënje të ndjeshme të popullsisë, pothuajse nuk shef një paradite, nuk ka njëri nëpër rrugë dhe nuk është se punojnë. Se nuk është se shiaku ka një industri shumë zhvilluar. Thjesht nuk ka banor. Kush e bëri këtë? Kjo qeverisja, po ja. Se s'kemi çaj kërkim tjerë. Bashkinë e Shiakut ka që prej 99, që prej 2003 që e ka Partia Socialiste, se ka pas asnjëherë kush tjetër. Mos flasim për politikën sociale, që s'ka fare, zero, po gjithsesi. Do t'i thoja që të reagojnë edhe shiakësit të shkëputur pak në interesat politike apo nga këto problemet që patën me marrjen e dëmshpërblimeve të tërmetit, domethënë që unë mendoj që votën shiak ka qenë goxha ndikuar nga lidhja e fortë që ato patën me këtë hallgën lidhëse që krijoi Edi Rama duke i lidhur me interesa të ngushta, sepse shumica prej tyre akoma se kanë disa prej tyre akoma se kanë marrë dëmshpërblimin e tërmetit. Kështu që nuk e di nëse vota në Shiakut është votë me vërtetë e sinqertë dhe drejt për drejtë, se ka qenë goxha votë që ka anuar goxha majtas në fakt. Edhe të themi drejtën ato që janë shokët tanë, miqtë tanë, me to jemi rrit dhe janë goxha njerëz të nderuar. Megjithatë mendoj që qyteti i Shiakut është lënë ashtu si gjitha qytetet e Shqipërisë, po ndoshta në qarkun e Durrësit bie pak në sy, është qytet që është lënë ku themi elita e qytetit pothuajse është larguar nga qyteti dhe e ka braktisur, nuk është më konkurrente për të qenë pjesë e vendimarrjes në qytetin e Shiakut. Kështu që i ftoj elitën e qytetit, i ftoj profesorët tanë, i ftoj profesorët e ri që janë, që të kontribuojnë, nuk ka rëndësi për Partinë Socialiste, për Partinë Agrare, Partinë Demokratike, për këtë duan ata, ama i ftoj që të jenë pjesë aktive e jetës politike të qytetit, se nëse gjithë të riqemi nga politika dhe e lejmë qytetin, e lejmë gjithë vendin në dorë ignorancë, detyrimisht ato do jenë njerëz që do na qeverisin dhe ne pastaj nuk mund të rrim dot vetëm duke u ankuar, nëse nuk jemi fare aktiv. Kështu që pak siklet t'jap sugjerime për qytetin e Shiakut për arsye të lidhjeve miqësore që neve kemi. Jo, ndoshta edhe një mesazh, domethënë, që të paktën ato të ndjehen që ti po merresh me mesazhi kryesor për qytetin e Shiakut ky do ishte: mendoni jashtë barrierave politike, angazhoni për të qenë aktiv pavarësisht në cilën parti doni, angazhoni për të ndryshuar jetën e qytetit për më mirë dhe për të qenë të rëndësishëm qarkun e Durrësit, jo për të qenë kaq të parëndësishëm saqë ato që kishin nga mundësinë për të lobuar për ta bërë Shiakun më të fuqishëm kur u bën ndarje territoriale, u toroqën një krah dhe nuk bën asgjë, nuk përdorën fare forcën e tyre politike, madje edhe deputetët që përfaqësonin Shiakun në parlament, se në ato kishin përfaqësinë lokale deputetët, nuk bën asgjë për ta bërë Shiakun më të fortë në zonë. Madje e lanë që ishte më i dobët ekonomikisht. E kanë lënë anek. Konsolidim për faktorizim. Thënë shkurt. Apo ja. Dhe i përshëndesim gjithë shiakësit tonë dhe shoqërinë tonë, sepse kemi kaluar një shoqëri të bukur, gjithsesi domethënë ka qenë një pavarësisht kontekstit politik të asaj kohë, por ne kemi kaluar një fëmijëri të këndshme. Prapë Shiaku vazhdon të jetë i këndshëm dhe marrëdhëniet njerëzore në qytetin e Shiakut janë çuditshme, janë absolutisht të jashtëzakonshme. Nuk krahasohen me qytetet tjera të Shqipërisë. Pse janë jashtëzakonshme? Është akoma popullat homogjene ndoshta? Me thënë, janë gjithë shiaks, ose gjithë nga rrethinat e Shiakut të Durrësit, se ka të bëjë dhe kjo, se në momentin kur bëhet më heterogjene popullata. Shiaku gjithmonë heterogjen ka qenë, nuk ka qenë asnjëherë homogjen. Kemi kanë çam, kemi gjitha. Kështu që është vetë qyteti paqësor, qyteti i qetë, domethënë që bëjnë që marrëdhëniet njerëzore të jenë pak të veçanta. Okej. Dhe ja, ti bën përjashtimin me ligjin që është tash në parlament, dhe ti vetë je me origjinë nga Shiaku, kjo shpjegohet. Po, unë jam edhe me origjinë nga fshatrat e Shiakut. Jo vetëm lindur e rritur. Ndaj përjashtimi i ligjit të këtyre
horave e maskarive që çfarë po bëjnë me Shqipërinë. Unë Okej. mendoj se na dhe një informacion shumë të duhur dhe të saktë për publikun tonë. Unë u kënaqa në intervistën dhe mora disa informacione shumë të dobishme. Besoj se edhe Indri e përsolli me gjithë tanin mesazhin e 20 vetave që të votojnë. Është shumë e rëndësishme, Indri, do të thonë që duhet të gjejmë një zgjidhje me këtë. Apo jo, Indri? Pra soi të bjerim veshjen e duhur tani, na bëjmë tonën. Dhe faleminderit tani. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Bashkëbisedimi ishte me vërtet i ëmbël, ishte sikur po flitshim mes miq. Pa qenë nevojë me qenë shumë i konturuar me ato barrierat e sjedhurit si në politikë, domethënë, mira fola lirshëm, mira tepër lirë. U kënaqja shijova bashkëbisedimin. Faleminderit. Dhe shpresoj që sadopak që gjithmonë ka vlerë, domethënë, të arrijmë të çojmë mesazhin e dur në ashtu siç duhet. Të njëjë falenderoj për ftesën. Pikërisht, ne këtë do bëjmë tani. Ishte shumë kënaqësi edhe për ne dhe mesazhet ishin shumë të qarta dhe shumë domethënëse dhe na vjen mirë që ka njerëz në parlamentin e Shqipërisë që janë dinjitoz, dinë të artikulojnë edhe kanë mendime të qarta dhe në interes të komunitetit. Ne do e përcjellim sa më shumë këtë mesazh, mundësisht për audiencën sa më të gjerë, sepse kemi nevojë për mesazhin tuaj tani, Artan, edhe shoku deputet, mund ta themi kështu apo ka i Jam parti tjetër ato që thon shoku. Ja, pati po si quhen tani nuk e di, deputet thjesht, po. Janë këto parti të mëdha në fakt. Po ti je më i madh se ato, le të jenë ato, po ti je më i madh se ato, nuk ka rëndësi se theti, nuk ka rëndësi dukja, po ai ç'a je dhe ç'a bën. Kjo është e rëndësishme dhe urojmë që këto burra çifte. E di çfarë është interesant shumë se nuk duhet vënohem më se kemi për na iku na ka filluar protesta dhe na iku lezeti tash. Deputetët, pjesa më e madhe e tyre, shumica në fakt, janë njerëz të mrekullueshëm, si Partia Socialiste, Partia Demokratike, janë njerëz goxha të arsimuar. Nuk është e vërtetë ajo që flitet që deputetët janë njerëz të arsimuar, ato janë njerëz të arsimuar në Shqipëri, jashtë vendit. Por Parlamenti i Shqipërisë është ndërruar në një konsum sasior, nuk ka as pak cilësinë vetvete, domethënë, dhe mënyra se si trajtohet, se si flitet, ajo foltore e parlamentit është e ka shndërruar të gjithën në një konsum sasior. Jeta e vërtet parlamentare në fakt zhvillohet për komisione, po dhe aty pothuajse ka arritur pika tani që Partia Socialiste nuk dëgjon më asgjë, qoftë edhe për gjën më të thjeshtë ti do të fiksosh ato nuk pranojnë. Do uroja dhe do doja shumë fakt që unë kisha pas fallin të isha pjesë e një parlamenti ku ti konsumoje cilësi, konsumoje vlera dhe ti të jepi mundësia të bëjë diçka për vendin tënd. Dhe jo të ishte foltore një demagogjie gjallë kur kemi, domethënë, ku dikush çohet aty dhe kur flasim për një ligj specifik, do flasim për zonën e vet, do flasim për gjëra thjesht, domethënë flet me ekranin dhe nuk flet as pak për çështje që me të vërteta janë parlamentare. Kështu që këto ndryshime ligjore nëse do vinë, do uroje shumë të vinë në fakt, nëse do vinë, siç e thash, do uroje shumë të vinin, do doje që në vetvete të shërbenin dhe për të strukturuar një mënyrë të bërit parlamentarizëm që në fakt demokracitë nuk kanë, demokraci më funksionale se sa demokracia parlamentare nuk ka. Çdo gjë tjetër është shpikur sa ecë dhe përfundon në autokraci. Do doje që të ndikonin në mënyrë të tillë që dhe vetë parlamenti të ishte më shumë cilësor se sa sasior në mënyrën e vet të funksionimit. Kjo do varet nga integriteti atyre 20 personave të cilët i përmendëm dhe mbetet për tu parë jemi në pritje. Kjo varet nga korrupsioni politik. E drejtë. Integriteti. Të gjithë e kanë mendjen tek të shërbejnë shefit ose të bëjnë korrupsion. Se po të shohësh, jo të gjithë deputetët mund të jenë as 2% e parlamentit që sillen kështu. Shiko, ko të bëjnë korrupsion se ose do t'i hanë ato lekë do ikin jashtë se në Shqipëri si shijojnë dot, ose anarkia do t'ja marrin mbrapsht. Anarkia do t'ja marrin mbrapsht. Po pra, ose do t'ja marrin nga ana tjetër, kështu që lodhen. Do të thënë që anarkia mund t'ja marrë edhe mbrapsht. Indri ka një shprehje, thot, sa do jetojnë sa Shqiponja 100 vite, mbi 100 vite. Sigurisht s'do jetojnë sa Shqiponja, ato 20 vjet i dalin ato që kanë. Njeriu do të ndërgjegjësohet një pjesë si tha dhe tani, një pjesë tjetës vet. Unë po bëj, kam arrit këtu me forcat e mia, të bëj diçka sa të mundet mirë për vendin tim.
Megjithatë. Ju pra e mbyllim tani. Faleminderit, shumë faleminderit tani, edhe na përshëndet, na më çon një video të vogël nga Po arrita të shkoj sa pa. po arrit të shkosh, po kurdo që të shkosh, na dërgon një video nga protesta me veten tënde, që t'i themi njerëzve që ka dhe persona deputet që japin shembullin personal. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim.